Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të hënave zakonisht mbetemi tek aktualiteti politik në vend, por kemi bërë përjashtim prej momentit kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli vendosën të sulmojnë Iranin, kështu që në pjesën e parë si gjithmonë do të fokusohemi tek situata në lindjen e mesme. Kam të ftuar si gjithmonë Olsi Yazexhi me Skype. Studiues, Olsi, kënaqësi që të kam. Selam aleikum, faleminderit për ftesën. Olsi, si lexove negociatat në Islamabad dhe arsyet pse dështuan pas 21 orëve negociata pa ndaluar? Negociatat ishin një përpjekje, me sa unë kuptova, nga administrata Trump për të arritur dhe marrë nga Irani uraniumin që Irani ka. Amerikanët gjithashtu kërkonin nga Irani që Irani t'japi fund mbështetjes për Hizbullahin, Hamasin dhe organizatat që luftojnë për shlirimin e Palestinës. Gjithashtu Amerikanët kërkuan që Irani mos kontrollojë ngushticën e Hormuzit, domethënë që ta shesi sovranitetin e tij kombëtar ndaj amerikanëve. Këtë gjë amerikanët e kanë bërë në javët dhe muajt e fundit me vende sikur fjala bie Nigeria, tani po e bëjnë edhe me Indonezinë, po i kërkojnë indonezianëve që kur të kalojnë avionët amerikanë mbi hapësirën e tyre, mos kenë nevojë për leje nga Indonezia. Por kuptohet që Irani, si një vend krenar që është, dhe një vend që e vlerëson atë pavarësinë e vet, nuk pranoi që të kapitulonte me amerikanët. Donald Trumpi është person që nuk ka respekt për sovranitetin e vendeve të tjera të botës. Ne kemi parë se si ai është sjell për shembull me Danimarkën, se si sillet me Evropën, se si sillet me vendet e NATO-s, se si është sjell me vendet arabe etj etj. Por iranianët janë kom që kanë respekt për adeun e tyre dhe i thanë Trumpit, sorry, domethënë sovraniteti ynë kombëtar nuk është për të shitur. Si lexove Olc kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse nga ana e Iranit, Arakçi, ministri i Jashtëm, tha që SBA kërkonte të merrte në tavolinë atë që se mori dot me luftë. Po, domethënë sikur ka thënë edhe Klaushevitchi që lufta është vazhdim i politikës, por me mjete të tjera. Ndërsa Trumpi e pa që nuk mori dot me luftë koncesione nga Irani, kësaj here dërgoi atë zvendës presidentin e tij, J.D. Vance-in, me shpresën se Vance do të merrte atë që amerikanët nuk e morën dot me luftë. Duke qenë që dy zarat izraelit të Trumpit, Steve Witkoff edhe Jared Kushner, janë që të dy të diskredituar dhe iranianët nuk i zëjnë bes, ai shpresoi që Vanci do të arrinte që t'i binte iranianët, ndoshta edhe nëpërmjet shantazhit, por tregoi që iranianët nuk kanë frikë dhe ata nuk pranuan që ta shesin dinjitetin e tyre kombëtar. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Olc, kanë marrë një vendim për të bllokuar ngushticën e Hormuzit. Pra, presidenti Trump ka deklaruar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta bllokojnë Hormuzin. Nga ana tjetër, Irani ka njoftuar që do ta konsiderojë këtë si një akt piraterie. Si qëndron e vërteta dhe çfarë mendon se do të prodhojë ky vendim i Shtetet Bashkuara të Amerikës? Trumpi po turbohet, domethënë Trumpi po përdor çfarë do lloj mjeti, kulaçin edhe kërbaçin që i marri Iranit kontrollin e ngushticës Hormuzit. Por sot që është dita e
sa ta i bie që kur ka filluar lufta e 45-ta që kur ka filluar lufta, apo ndoshta edhe më shumë, dhe Trumpi nuk po arrin që t'ua marri ngushticën e Hormuzit iranianëve. Ne i mbajmë mend deklaratat që ka bërë Trumpi më herët që thoshte nuk na intereson Hormuzi, do ta ndaj Hormuzin me Ayatullahin, vendet që kanë nevojë për Hormuzin, lentikin ta hapin etj. Si përfundim, gjitha ato domethënë alucinacionet e Trumpit ku pretendonte sikur kishte rënë dakord me Ayatullahin për të ndarë Hormuzin e tjerë, tregojnë që nuk kanë pirë ujë dhe Trumpi tani do të ushtrojë solucionin përfundimtar që domethënë luftaniet amerikane do vendosen në detin arab dhe që aty amerikanët do të ndalojnë çfarëdo lloj anije që merr naftë nga portet iraniane. Çfarë do ndodhi është që Irani do i përgjigjet kësaj embargoje amerikane, sepse domethënë amerikanët nuk guxojnë që të hyjnë në ngushticën e Hormuzit, se po të hyjnë garda revolucionare do t'i fundosi luftaniet e tyre. Por çfarë amerikanët kërcënojnë dhe normalisht bllokada duhet nisi, tani është ora 8 AM me New Yorkun dhe bllokada duhet nisi pas 2 orësh në orën 10 AM. Dhe domethënë amerikanët do të shantazhojnë, do të konfiskojnë çfarëdo lloj cisterne që merr naftë iraniane, por unë besoj që edhe Irani do të bëjë një mbyllje totale të ngushticës së Hormuzit. Garda revolucionare do ta konsiderojë këtë embargo si një akt lufte, por unë nuk besoj që iranianët do të jenë të parët që do të godasin. Nga që iranianët nuk duan që t'japin shkak Izraelit, por edhe Trumpit që të nisi një fushat të re bombardimesh. Nga që Irani gja u godit shumë rënd gjatë luftës 40 ditore, ju shkatruan shkolla, universitete, fabrika, uzina, ura, rafineri nafte, stacionet pompimit gazit e tjerë. Dhe iranianët edhe pse domethënë kjo luftë do të përshkallëzojë domethënë, se embargoja është hapi i parë i luftës, unë besoj që iranianët ndoshta nuk do të jenë të parët që të godasin dhe të fundosin luftaniet amerikane, por unë çfarë besoj që iranianët do bëjnë është që nëse amerikanët nuk do të lëjnë asnjë anije që të hyjnë në për portet iraniane, edhe ata nuk do të lëjnë asnjë anije që futet apo dalin nga gjiri persik, pra do të jetë embargo e dyanshme. Por kjo çfarë do të bëjë? Përpara pak minutash se tu lidhnim në këtë linjë, fuqia e naftës ka shkuar me $105 dhe ngjelet për të parë se sa do të shkojë pas futjes në fuqi të kësaj embargo dhe në ditët që vijim ne do të shohim që fuqitë e naftës do të rriten shumë edhe më shumë. Ne faktën këtu në Azi ku unë jam, po e shohim krizën që po shkaktohet nga kjo luftë në Indi, në Pakistan, në Bangladesh, në Kambodja, në Japoni, në Singapur, po ka mungesë të naftës dhe çmimet po rriten. Biles këtu në Malajzi, në shtetin kufitar të Malajzis me Singaporin, në Johor, po bëhet nami domethënë nga që singaporianët kalojnë urën që lidh Singaporin me Malajzin dhe furnizojnë makinat të tyre me naftë edhe benzinë, nga që çmimi është shumë i shtrenjtë në Singapur. Dhe ngjelet për të parë nëse Trumpi do të arrijë domethënë që ta mbaj embargo ndaj Iranit, iranianët nuk e kanë problem. Shumica e cisternave iraniane tashmë janë në Oqeanin Indian dhe në detin e Kinës. Iranianët, për mendimin tim, pa problem mund ta mbajnë embargon për 1 edhe 2 muaj të tjerë. Problemi është se tregjet do përbohen. Olsi, a mundet SBA fjala vjen të bllokojë një anije kineze në ujërat ndërkombëtare?
Amerikanët e kanë bërë të gjë. E bën më herët me Venezuelën. Kur cisternat kineze shkonin që merrnin naftën e Venezuelës, amerikanët i konfiskonin dhe kinezët nuk reaguan. Edhe kësaj here unë besoj që kinezët nuk do të reagojnë, do të durojnë, nga që si kinezët si iranianët e dinë që Trumpi këto gjëra po i bën për prodhimin apo për tregun e brendshëm amerikan, nga që domethënë meqense se puna e naftës është diçka që shitet nëpër tregje ndërkombëtare, rritja e çmimit të naftës në Azi do të arrisë çmimin e naftës edhe në Amerikë. Publiku amerikan do të protestojë, korporatat amerikane do të protestojnë, do kemi një reakcion zinxhir dhe sigur kemi parë edhe në të kaluarën, për shembull kur Trumpi i shpalli luftë ekonomike Kinës përpara një viti me punën e tarifave që Trumpi është zakonisht i pari që tërhiqet edhe dorëzohet. Pra, në qoftë se Izraeli nuk nis sulme ushtarake kundër Iranit, megjithëse probabiliteti është i madh, nga që shefi i shtabit dhe ministri i luftës Izraelit i kanë deklaruar ushtrisë izraelite që të jetë në gjendje emergjence. Dhe nëse Izraeli nuk fillon me sulme kundër Iranit, që ta tërheqë edhe SHBA mbrapa, nëse lufta është vetëm me sanksione, unë besoj që do të Trumpi që do dorëzohet pas disa javësh. Do dalim aty Olc, po është thënë të paktën nga shumë komentues që një nga garantuesit e atij armëpushimi në momentin që u realizua ishin Rusia dhe Kina, garantuesit për Iranin. Tani më ka lajme të paktën nga CNN që unë kam parë, që thonë që Kina ka nisur armatosjen e Iranit. Pra, nisur nga fakti që kumbarët e atij armëpushimi ishin rusët dhe kinezët, dështimi i negociatave për armëpushimin ka çuar në atë që Kina tani më po armatos Iranin. Si e vlerëson këtë moment, sepse tani më ka detyrim përcaktim qoftë Rusia, qoftë Kina, duke qenë se ishin ata që e detyruan Iranin të pranonte armëpushimin. Inshallah, unë shpresoj që Kina me Rusin ta rifurnizojnë Iranin me sisteme anti-raketore dhe kundër avionëve F-35. Me sa kam lexuar unë, nëse jam gabim, shumica e dërgesave të Kinës do të jetë me sisteme kundër helikopterëve, ato që quhen Manfad, që ushtarakët i mbajnë dhe i godasin helikopterët. Që sigur e pam në sulmin që u bën në Isfahan, shumë nga ushtarët e rajoneve kufitare iraniane nuk kishin sisteme antiraketore dhe sigur kemi parë neve i gjuanin helikopterëve amerikanë që vinin nga Kuwaiti me Kalashnikov apo me kundër ajror sistemi vjetër. Dhe me sa kuptohet është që Iranit i duhen sa më shumë sisteme të këtilla për të goditur helikopterë dhe avion që fluturojnë ulët, dhe besoj se këto dërgesat do bëhen pa problem nga ana e Kinës. Unë uroj që Irani t'i marrë sa më shpejt këto sisteme në mënyrë që amerikanët as që mos ta mendojnë që të bëjnë një goditje, sigur ajo që bën në datën 2 deri në 5 prill të këtij muaji, ku domethënë nën pretekstin e shpëtimit të pilotit të rrëzuar nga avioni F-15, donin që të organizonin një mega operacion për goditjen e stacionit nuklear të Isfahanit dhe rrëmbimin, vjedhjen nga aty të materialit nuklear iranian. Ndërkohë, Olc, dhe kam aty regjia e pam që par Izrael Hayom parajmëron që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po bëhen gati të rifillojnë luftën me Iranin. Ka patur një dyndje, një lëvizje të madhe avionësh sërish nga Europa drejt lindjes mesme, avion amerikan. Pra, si e vlerëson mundësinë e rikthimit tek lufta, nisur nga këto premisa, negociatat dështuan, ndërkohë
çfarë do të ndodhë tani më? Më kujtohet në kohën e president Bushit të dytë, kur Amerikanët po dërgonin sisteme antiraketore në Poloni, dhe në atë kohë, kur rusët protestuan, duke ka qenë shefi shtabit të ushtrisë ruse, kur protestuan të Amerikanët në atë kohë, duke thënë ore pse po sillni këto sisteme antiraketore dhe këto raketa në Poloni, justifikimi i administratës Bush atëherë ishte se jemi duke luftuar Iranin dhe raketat e Iranit. Dhe përgjigjja e shefit shtabit të ushtrisë ruse atëherë ishte që ne rusët me të vërtet ndoshta nuk marrim vesh nga kompjuterat, por ne i kuptojmë shumë mirë vendosjen e tankeve dhe raketave në një skenar lufte. Që do të thoya me këtë që sjellja e avionëve është shenja më e qartë që si Amerikanët, si Izraelitët planifikojnë që të nisin serinë e dytë të luftës kundër Iranit, nga që në serinë e parë të luftës 40 ditore, si Amerikanët, si Izraelitët nuk arritën asnjë nga objektivat e tyre, domethënë në Iran, përndryshe nga që pretendonte Benjamin Netanyahu, nuk pati ndryshim regjimi, përndryshe ushtria iraniane qëndroi, rezistoi dhe organizoi një luftë model. Irani, edhe pse u godit rëndshëm, nuk u thye dhe as nuk kapituloi. Edhe për më tepër, në fund të luftës 40 ditore, Irani u kthye në një fuqi ekonomike botërore, ku sankcionoi të gjithë globin, duke bllokuar naftën arabe dhe në këtë mënyrë një luftë të cilën Izraelitët dhe Amerikanët pretendonin se do ta mbaronin shpejt dhe pretendonin që do të ishte një luftë rajonale, u kthye në një luftë globale, impakti të cilës ndihet nga Australia deri në rrugët e Tiranës, nga Groenlanda edhe deri në Amerikën Latine. Prandaj Amerikanët dhe Izraelitët e kuptuan që ata e humbën pjesën e parë të luftës me Iranin dhe të ngjelet për të parë se kush janë planet e tyre për serinë e dytë të luftës. Holc, ndërkohë, dje ka bërje hon deklaratat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në raport me, është në fakt një përgjigje, një kundërpërgjigje ndaj asaj që shpesh dëgjojmë nga Izraeli që Turqia është Irani i ri. Si e vlerëson këtë, sepse nuk ishin deklarata, pavarësisht se jemi në nivel retorike, Erdogan kësaj here ka thënë që ne mund të bëjmë me Izraelin atë që bëm me Karabakun, atë që bëm me Libin, pra mund të futemi me trupa në Izrael. Pra, kjo është si kundërpërgjigje asaj që Izraeli, përfaqësues të rëndësishëm të Izraelit, e konsiderojnë Turqinë që e ka radhën menjëherë pas rënies së Iranit. Si e vlerësove këtë deklaratë se erdhi si rufe në qiell të pastër? Duket se ne kemi biseduar këtu në bisedat e kaluara, kur unë komentova deklaratën e Joe Kentit, ish shefit të qendrës së antiterrorizmit në SBA, i cili dha dorëheqje nga qeveria e Trumpit, ku ai sqaroi e bardha mbi det që plani i Izraelit dhe i Trumpit ishte që SBA-ja të largohej nga NATO, edhe në momentin që SBA-ja do të largohej nga NATO, atëherë amerikanët nuk do të kishin asnjë obligim ligjor dhe do t'i bashkoheshin Izraelit për të sulmuar Turqinë. Me sa duket, domethënë, edhe pse këto deklarata izraelitët i kanë bërë që në dhjetor të vitit 2024, por ata themeluan komisionin Nagel, ku ky komision në gjetjet e tij i shpalli qeverisë Benjamin Netanyahu që tani që ne e rrëzuam boshtin e rezistencës duke rrëzuar qeverinë e Asadit në Siri, armiku i radhës është Turqia, domethënë turqit i din këto gjëra prej kohësh, por me sa duket inteligjenca turke ndoshta do të ketë informacione që ne të tjerët nuk i kemi,
ku me sa duket Izraeli planifikon që të godasi Turqinë shumë herë, shumë shpejt. Duhet kuptojmë diçka tjetër që në këtë konfliktin që po ndodh në këto momente ndërmjet Iranit dhe Izraelit dhe SBA-s, Turqia është pothuajse hapur me Iranin. Turqia është pothuajse hapur me Iranin? Pothuajse hapur nga që domethënë Turqia është porta e vetme që Irani ka thot me botën. Është edhe Pakistani, por kur domethënë Turqia është ai porta kryesore. Si për personat që hynë edhe dalin në Iran, për shembull ne patëm një grup shqiptarësh që jetonin në Iran, të cilët u larguan kur nisi lufta dhe erdhën në Shqipëri dhe erdhën nëpërmjet Turqisë. Portat e Turqisë janë të hapura ditë e natë, ka ndihmë ndoshta edhe gjëra tjera që hyjnë edhe dalin në Iran nëpërmjet Turqisë, se ndërsa Irani nuk i ka marrëdhëniet e mira me Azerbajxhanin, e që dihet që regjimi Aliyevit është pro-izraelit, marrëdhëniet e mira që Irani ka në këto momente ka me dy fëmijët e tij, njërin që e ka në si bie në lindje, që është Turqia, dhe tjetrin që e ka Pakistanin edhe Turqia. Në jug që është Pakistani, domethënë janë vetëm këto dy vende, që janë vende sunite, të cilat edhe Pakistani dihet që ka aleancë me Turqinë, janë këto dy vende që po i shndrojnë Iranit në krah në këto momente dhe Turqia në veçanti. Dhe biles nëpër mediat izraelite ka patur edhe shkrime që akuzonin Turqinë si bazë ku iranianët akoma e përdornin për të organizuar trafiqe, për të bërë tregtime botën e tjerë, nga që dihet që vendet e Gjirit Persik me përjashtim të Irakut dhe të Omanit të tjerat janë në aleancë me Izraelin, dhe kur vjen puna drejt Gjirit Persik, Irani është pothuajse i izoluar. Dhe Turqia është totalisht me Iranin, sepse Turqia është me Iranin për shumë arsye. Arsye historike, dhe ne kemi përmendur duket në këtë televizion edhe më herët, kemi komentuar një intervistë që dha Benjamin Netanyahu në janar të këtij viti, ku i deklaroi politik bërësve Izraelit që tani që e kemi plagosur boshtin shit, lufta jon është me boshtin sunit të vllazërisë muslimane, dhe ministri i jashtëm Israel Katz në kundërpërgjigje ndaj deklaratës Netanyahut por edhe Hakan Fidanit, ju përgjigj në turqisht Erdoganit dhe akuzoi atë si antar të vllazërisë muslimane dhe megalomaniak, diktator që ka dhunuar kurdët e tjerë, por domethënë Turqia me Izraelin janë pothuajse në gjendje lufte, edhe pse Turqia deri tani nuk ka ndërmarr asnjë akt ushtarak kundër Izraelit. Gjithsesi, dhe ja ku e kemi edhe tani më në ekran. Gjithsesi bëhet fjalë, ju e përmendët për një aks sunit, po bëhet fjalë për një ajo që i friksohet Izraeli është aksi Turqi, Saudi, Pakistan, duke qenë se dhe Pakistani është një fuqi bërthamore, ky aks do të në një farë mënyrë do të balanconte atë aksin Izrael, Qipro, Greqi nga ana tjetër. Si e vlerëson këtë Ols? Pra nëse jemi në materializimin e një aksi të tillë për lindjen e mesme. Unë nuk besoj që Pakistani do të hynte ndonjëherë në luftë me Izraelin, edhe pse Pakistani ka marrëdhënie shumë të mira me Turqinë, dhe gjithashtu ushtria pakistaneze shërben pak a shumë si mercenare për mbajtjen e regjimit saudit, biles kur ishte dia apo pardje pakistanezët kanë marrë një borxh shumë të madh nga Arabia Saudite, pasi Emiratet Arabe nuk i jepnin më borxh Pakistanit, nga që duhet ta dimë që Pakistani është një vend i falimentuar, por duhet kuptojmë diçka që Pakistani nuk e ka rrezik potencial kryesor Izraelin.
rreziku më i madh për Pakistanin është India. Pakistani nuk do që të bjerë Irani, nga që rënja e Iranit do të sillte një destabilitet shumë të madh edhe për integritetin territorial të Pakistanit, nga që plani i izraelitëve është që të ballkanizojë Pakistanin, të krijojë një shtet për baluçët, i cili është një komb i cili është ndar ndërmjet Pakistanit edhe Iranit. Pra, ndërsa Pakistani nuk do donte shpërbërjen e Turqisë, nuk besoj që Pakistani do hynte në luftë për Turqinë apo për Palestinën. Po gjithsesi, duhet jemi që ta citojmë korrekt, Erdogan ka thënë që ne mund të ndërhyjmë në Izrael nëse ai vazhdon me krimet që ka bërë ndaj Palestinës, popullit Gazës apo Libanit. Çfarë do thotë kjo? Unë mendoj që kjo është më shumë retorik nga ana e presidentit Erdogan, e që për personat që ndjekin politikën turke, sidomos parlamentin turk, Erdogani akuzohet nga opozita si bashkëpunëtor me Izraelin, dhe për këtë mjafton që të përmendim vetëm faktin që ndërsa Erdogani shahet me Izraelin dhe Izraeli e shan mbrapsht, makinën ushtarake izraelite e mban me naftë Turqia. Nga që nëpërmjet Turqisë, nga porti i Xhejhanit, ne kemi tubacionet e naftës së Azerbajxhanit që dalin në detin Mesdhe dhe furnizojnë ushtrinë izraelite. Sigur Turqia do bënte atë që bën Irani, thjesht i mbylli rubinetat e naftës së Aliyevit, ku Azerbajxhani, domethënë në këtë kohë që ne jemi në krizë botërore, dhe domethënë sikur Turqia të bënte vetëm 1/10 e asaj që bënte Irani, jo të mbylli ngushticën e Bosforit, por thjesht të mbylli tubacionet e naftës që janë në portin e Xhejhanit, makina ushtarake izraelite, avionët izraelit nuk do të kishin më naftë të çoheshin në qiell. Ne në këto momente po e shohim se çfarë po ndodh me shumë agjenci fluturimesh në Evropë, që nga Ryanair e të tjerë, të cilët të gjithë po njoftojnë kancelimet e avionave, ka që thonë nuk kemi më benzol për të fluturuar avionët tanë, ndërsa i vetmi shtet në Mesdhe që nuk po ka krizë për punën e naftës dhe benzolit, ai është Izraeli, nga që Izraeli furnizohet me naftën Azerbajxhanit nga Turqia. Pra, ndërsa pushtetarët turq janë të shqetësuar nga kërcënimet e Izraelit, deri më tani ata nuk kanë bërë asnjë gjë që duhet bënin. Domethënë, për personat që mbajnë mend kur nisi lufta në tetor të vitit 2023, kur nisi gjenocidi në Gaza dhe Irani ju bashkua palestinezëve në luftë së bashku me Hizbullahin për të mbrojtur Gazën, në atë kohë, në nëntor nëse s'jam gabim të vitit 2023, kur u bë një mbledhje urgjente e konferencës islamike, në atë kohë presidenti iranian Ebrahim Raisi, që ishte akoma i gjallë në atë kohë, i bëri thirrje vendeve myslimane, i tha, dëgjoj tha, ne nuk kërkojmë nga ju asnjë gjë, tha, por bëni vetëm këtë gjë, mos bëni tregtim me Izraelin, mbyllni hapësirat tuaja ajrore ndaj Izraelit. Si vendet zioniste arabe të xhirit persik, por edhe Turqia nuk bën asnjë gjë. Deri në këto momente, Stambolli është një nga destinacionet kryesore të turistëve izraelit. Avionët izraelit që udhtojnë për në Ukrainë dhe në Rusi dhe në Poloni, nga e kanë edhe origjinën shqiputët, kalojnë nëpërmjet Turqisë edhe Izraelit. Pra duhet të them që Turqia nuk po bën atë që do duhet bëhet, faktën për të mbrojtur interesin e saj kombëtar. Prandaj po thua është retorik. Është retorik, por retorika po bëhet serioze, por unë dyshoj që... Po Gjo Kent parajmëronte që mund të kemi një përplasje të Turqisë edhe Siri, edhe Izraelit në Siri. Po në Siri, se shqetësimi i Izraelit është që Izraeli do që Turqinë ta aneksojë për vete.
ndërsa Turqit një nga arsyet pse i bën fabesi Iranit dhe bashkëpunuan me Rusinë dhe me CIA për të rrëzuar Asadin është se ata e shohin Sirin si protektoratin e tyre. Dhe Izraeli ka treguar në mënyrë të vazhdueshme që nuk do t'i lejoj. Biles përpara disa ditësh kishte edhe një shkrim në Jerusalem Post që tregonte që Ahmed El-Shara, diktatori i Sirisë, e kishte lutur Netanyahu për të bërë marrëveshje paqe dhe Netanyahu e ka refuzuar, nga që për Netanyahun Siria nuk do të ekzistojë. Netanyahu ka plane të aneksojë pjesët më të mira të Sirisë, biles në një fjalim që mbajti përpara disa ditësh përpara zionistëve deklaroi që kemi pushtuar territore në Siri, në Liban, rrëzuam Asadin e tjerë dhe përplasja turko-izraelite në Siri ka ndodhur në kaluarën, por do të ndodhë edhe më egër në momentin që izraelitët do të mbyllin konfliktin me Iranin. Por izraelitët janë të zënë me Iranin, por si Turqia, si Izraeli, si vetë sirianët e dinë që përplasja e radhës do të jetë me Turqinë, ku ata do ta dëbojnë Turqinë nga Siria dhe Siria do kthehet në një koloni izraelite. Ndërkohë, Ols, e fundit është ka rënë më në fund është rrëzuar nga pushteti Viktor Orban, aleat i padiskutueshëm i presidentit Trump, një njeri për cilin ka shumë drithije, si e vlerëson atë që ka ndodhur në Hungari dhe si e lexon këtë në raport edhe më të gjerë, në raport me presidentin Trump dhe rrugën e re që ai po përpiqet të ndërtojë për sa i përket kursit nga duhet shkojë perëndimi. Rrëzimi Viktor Orbanit ka disa gjëra. E para, ka rënë nga pushteti një nga nacionalistët e fundit në Evropë, person i cili qëndroi për 16 vjet kundër sorosizmit ndërkombëtar dhe e ktheu Hungarinë në një nga kështjellat e antisorosizmit. Në anën tjetër, me rënien e Orbanit, kjo është një fitore e madhe për NATO-n dhe VN, nga që Orbani dhe Ukraina kanë përdorur vetën e tyre në mënyrë të vazhdueshme brenda BE-s për mbështetjen e Ukrainës. Rusia e shikonte Orbanin si një nga aleatët e saj më besnik dhe në kundërpërgjigje Naftogazi dhe Lukoili rus i shpërblyen hungarezët në gjithë këto vite me naftë dhe me gaz të lirë. Me rënien e Orbanit, Ukraina sot feston një fitore të madhe, e që një nga armiqt më të mëdhenj të Ukrainës, i cili në disa raste ka deklaruar që Hungaria mund të hyjë në luftë me Ukrainën, sidomos për të mbrojtur minoritetin hungarez në atë rajonin e Transkarpatisë në Ukrainë, që janë territore të banuara nga hungarezë që sovjetët i aneksuan dhe ja dhanë Ukrainës. Dhe me rënien e Orbanit ka fituar sorosizmin ndërkombëtar, ka fituar NATO dhe në veçanti kanë fituar britanikët dhe gjermanët, të cilët e shikonin Orbanin si njeri të rrezikshëm. Por në anën tjetër, Orbani ishte aleat i ngushtë i Trumpit, nga që Trumpi e shikonte si aleat në çështjen e vlerave kundër liberalizmit sorosist, federastisë edhe prishjes familjes dhe pushtimit të Evropës me emigrantë. Domethënë Orbani ka rezistuar dhe refuzuar që Hungaria të indianizohet, sikur po bëhet Shqipëria tani, kur ishte në Shqipëri përpara 2 javësh u habita me numrin e madh të indianëve që kishin filluar punonin motorista e që nuk punonin,
Më thënë, Shqipëria joni Liro Pellazgja më në fund, po kthehet në një kopje të Uttar Pradeshit dhe Brahmaputrët, dhe ashtu sikur gjithë Evropa po pushtohet me emigrantë, Orbani ishte nga të fundit që besonte në mitin e Evropës të pastër të bardhë, mit që beson edhe Trumpi, që beson edhe Putini e tjerë e tjerë. Po ishte edhe aleati Netanyahu, to? Ishte edhe aleati Netanyahu, por edhe pse ka qenë aleati Netanyahu, prap Hungaria ruante ato limitet e saja, për shumë Hungaria ka marrëdhënie të mira me botën islamike, duke përfshirë edhe Iranin. Edhe ndërsa ishte aleati Netanyahu, ishte aleati Netanyahu në përgjëra praktike që i interesojnë Hungarisë, por nuk ishte sigur është fjera bie Edi Rama, që po ja shet gjithë vendin izraelitëve. Domethënë, Orbani nuk ja shiste Hungarinë zionistëve, Hungaria ishte për hungarezët, marrëveshjet dhe aliancat me Netanyahu i kishin aty ku interesonin që të dyve. Me humbjen e Orbanit është një fitore për globalistët, pan-europianistët dhe ata persona që duan të bëjnë një Evropë tjetër, por në veçanti edhe për personat që duan të bëjnë një luftë madhe me Rusinë. Do të kujtojmë këtu që rrëzimi i Orbanit ka ardhur si pasojë e financimit masiv britaniko-gjerman ndaj opozitës së tij, janë hedhur ndoshta me miliona dollar. Dhe e dyta, kjo vjen në një moment kur Gjermania po ndalon rininë e saj që të largohet nga vendi për më shumë se sa 3 muaj pa arsye. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që Gjermania, NATO, britanikët po bëhen gati për një luftë të madhe me Rusinë. Pra, ndërsa boshti judeo-amerikan është në luftë me Islamin, në qendra Irani, boshti tjetër anglo-natoist është në luftë me Rusinë dhe humbja e Urbanit është një fitore e madhe. Domethënë se rënja e Urbanit do thotë që Hungaria më në fund tani po i bashkangjitet totalisht boshtit NATO europianist. Çfarë do thotë kjo Olës për projektet e tjera që janë i përngjajnë asaj që përfaqësonte Orbani, projektet e tjera në Gjermani me AFD-n apo në Francë? Apo spionazhi britanik nuk do të lejojë AFD-n as Frontin Nacional të Marine Le Penit që të marrin pushtet në Gjermani dhe në Francë. Britanikët e morën mësimin e tyre me tolerancën që i bën Donald Trumpit. Unë po tisha në vendin e kryeministrit britanik dhe mbretërit të Londrës, do kisha investuar shumë që Trumpin ta kishin vrarë, dhe Trumpi mos të u bëhej presidenti SBA-s, nga që sikur koha tregoi, Trumpi është armiku më i madh i NATO dhe i Evropës së Bashkuar. Lufta që Trumpi ka nisur për Netanyahun me Iranin është lufta më e dëmshme që Evropa në këto momente nuk do t'i duhej kurrë. Nga që armiku i Evropës së Bashkuar dhe i britanikëve në veçanti nuk është Irani, nuk është Palestina, por është Rusia. Dhe me atë që Trumpi ka bërë, e para duke u tërhequr nga NATO, duke u tërhequr trupat, dhe e dyta duke krijuar një krizë globale nafte, dhe do të kuptojmë që viktimat të kësaj krize përveç popujve të Azisë dhe të Afrikës janë edhe evropianët. Duhet kujtojmë diçka që në luftën e dytë botërore Gjermania humbi nga që nuk ishte naftë. Dhe armatës Evropës Bashkuar në një luftë me Rusinë do t'i duhej patjetër naftë. Dhe bllokimi i naftës së Gjirit Persik dhe të Iranit do thotë humbje e Evropës në rast të një lufte me Rusinë. Dhe kjo që i ka bërë, domethënë Trumpi, është tragjedia më e madhe që mund të ndodhte Evropës Bashkuar dhe NATO-s në këtë kohë krize. Olës, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit për ftesën. Selam aleikum. Në këtë pjesë të dytë emisionit janë bashkuar me mua Denis Minga, koleg gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, faleminderit. Marsit Gubi, avokat.
Tajsi si gjithmonë. Tajsi që të kam, Marsit dhe miku i misionit, avokat Leonard Karaj. Avokat Tajsi që të kam. Do ta nisim avokat me Viktor Orban, jo më shumë për të folur për atë që ka ndodhur atje, por për të analizuar nëpërmjet kësaj përmbysje pas 16 vjetësh në Hungari, për të analizuar edhe situatën e opozitës në Shqipëri. Si e vlerëson këtë fitore, çfarë mesazhesh mendon se duhet nxjerrë opozita shqiptare dhe a ka të drejtë opozita shqiptare kur vazhdimisht ankohet për këtë mazhorancë për arsyet që vazhdimisht nxjerr si arsye kryesore të dështimit të saj. Tani, në radhë parë një më erdhi mirë, jo për shkak të emrit, por për shkak të faktit. Gjithmonë jam qytës i idesë, domethënë të rotacioneve, qofshin këto 4-8, po ca më shumë, kur bëhet fjalë për 16 vite në pushtet të Orban. Më erdhi mirë, sepse ky personazh që deri para 2 vitesh ishte, le të themi, nuk e di domosdoshmë ndoshta krau i djathtë i Orbanit, dhe në vetëm në 2 vite krijoi partinë e tij të re dhe i ra Hungarisë kryqe tërthor, duke krijuar atë skizmën e tij politike, aq sa arriti që të marrë 70% të atyre të cilët shkuan në votime, për më tepër që ishte një... Orbani akuzohet si diktator nga një pjesë e mirë, sidomos nga elitat liberale, dhe autokrat. E dyta, më vjen mirë për një gjë shumë të rëndësishme që këtë duhet të analizojnë pastaj politika shqiptare, e majta apo e djatha, pak rëndësi ka, që nuk të sjell në pushtet se ti je mik i presidentit Trump apo i presidentit Putin. Sepse rasti konkret Orban i kishte të dy, edhe Trumpin dhe Putin. Por nuk të sjell në pushtet vota e qytetarëve. Besimi që ata kanë ndaj teje. Pra, nëse ti krijon atë frymën reale dhe njerëzit besojnë tek ty, atëherë nuk ka më superfuqi. Imagjino 5-6 ditë përpara zgjedhjeve në Hungari, J.D. Vance, zëvendës presidenti i Amerikës, shkoi në një tubim në zgjedhjet në partinë Fides të Orbanit, madje nxorri edhe presidentin Trump me telefon, duke bërë haptazi fushat pro Orban. Haptazi aq sa batuta e J.D. Vance-it ishte aty, presidenti Trump këtu më shumë të duan ty se sa duan Orbanin. Dhe ai pastaj me batute kaloi që gjithë populli hungarez do duhet domethënë me patjetër që t'i japin votën në mënyrë plebiscitare Orban e më thashë të këtij tipi. Pa harruar dhe faktin, domethënë që Orban dhe vetë e ka konsideruar si delja e zezë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore në Bashkimin Evropian, sepse nëse gjithë Bashkimi Evropian vinte, le të themi, kushte ndaj Rusisë, Orban ishte i vetmi ai që nuk pranonte në mënyrë absolute që të vendoste veton, pra tregonte qartazi qasjen e tij edhe nga Rusia. Kjo të bën të besosh fort, ajo që sapo thash pak më përpara, që kur ke një leadership të ri, kur ke frym, kur ke një mendësi pro-europianiste. Mjaft të thuash për shembull një nga pikat kryesore që kishte ky kryeministri i ri tani, Pide Magyar, ishte fakti domethënë që Hungaria do futet direkt në zonën euro, se Hungaria akoma sot nuk është në zonën euro. Ka florintën. Pra, do futet në zonën euro. Pra, një qasje totalisht pro-europianiste. Dhe kjo mendoj unë domethënë që i ka dhënë kredibilitet tek populli hungarez. Por mos merrem me ata, unë duhet merrem me pjesën shqiptare. Sot ishte qesharake po të shikoj në të dyja kampet, se nuk dinin domethënë si duket u kapën të papërgatitur, se nuk dinin as ata as të majtët, as të djathtët, se si ta lexonin këtë lloj vote përmbysje në Hungari, sepse nga njëra anë PD-ja tentonte me të gjitha mënyrat, si me numri 2, imagjino numri 2 Flamur Noka, na jepte legjerat politike për zgjedhjet atje, duke thënë domethënë që atje shikoni u lejua rotacioni. Lejohet rotacioni. Fitohen zgjedhjet. Shkohet në zgjedhje dhe fitohet. Unë nuk besoj se Orban nuk ka dashur domethënë që të fitonte një mandat të pestë. Unë nuk besoj se Orban është më pak se Erdogani.
apo më pak, ndoshta më pak se sa Lukashenko, por më pak se Erdogani nuk është. Apo se sa Vučići, ka një prerje. Por ama, në momenti kur ti vëren që 70% e popullit nuk të voton, nuk të do, dhe kjo duke qartasi, ti nuk mundesh të bësh domethënë të fortin, në thojë apo them, por je i detyruar që të pranosh verdiktin e tij. A ka e njëjta gjë? Do të njëjta gjë në Shqipëri? Jo. Po të kthehemi vetëm pak, 2013. Pjesa më e madhe e shqiptarëve e shikonin domethënë që e majta do vinte në pushtet aso kohë. Kishte frym, pavarësisht se Partia Demokratike në 2013 bëri fushatën e vet zgjedhore elektorale, pretendonte që të vinte ta mbante pushtetin edhe për 4 vite të tjera, po ama fryma poshtë dukesh ashqare, domethënë që e majta do vinte në pushtet. Nuk shikoj të njëjtën gjë aktualisht tek opozita, me këtë lloj leadershipi, i cili ka 35 vite aty, nuk ka ndryshuar pothuajse asnjë gjë. Dhe të pretendosh, domethënë, që të vish në pushtet me xhaketa të vjetra. Nuk ndodh. Në asnjë vend. Nga ana tjetër, edhe le të themi të majtët e lexuan në mënyrat e tyre, po të shikoj ata domethënë që kanë ngritur krye si puna e zonjës Spiropali, e lexonte me një mënyrë, domethënë pro-europianiste, kurse zoti Rama me një lloj delikatese tha, do pretendojmë domethënë që Spiropali ka pas reagimin më interesant nga të gjitha këto që përmend. Dakor, po ajo e zotit Noka ishte për humor sportiv, po Spiropali ka pasur reagim dhe po ta lexosh me sradhe, ajo flet për politikat të inventarizuara apo të cilat do duhen një shkëndi dhe ndryshohen më njëherë. Pra, ajo është më e qarta politikisht në gjitha reagimet që përmenden. Megjithatë, jo, ajo është qëndron edhe në një gjë tjetër, sepse mënyra se si erdhi kurse po doja është parti e çoroditur. Ka si lloj kuptimi çfarë thot, sepse ajo as di as ta lexoj. Ajo që ka ndodhur në Hungari i shkon më shumë betejës brendshme të PS-s se sa një betejë që vjen nga krau tjetër. Se në Hungari s'ka fare Partit Socialiste ose të majt. Nuk ekziston, është shumë e dobët. Nuk ka pra. Zgjedhjet ishin mes dy djathtave kësaj rrate. Ka qenë dy djatha ato. Janë dy djatha. Dy djatha pra. Tiza dhe Firdeus. Kështu që nuk kemi të bëjmë dhe prandaj them unë nuk ja vlen fare PD-ja ta marrë si. Jo, duhen marr. Sepse po flasim për dy djatha dhe rasti krahasimor është PD. Jo, në Shqipëri mund të ndodhë dy të majta të zihen. Dhe nesër mund të kemi ndryshim nga një majtë tjetër. Megjithatë këtu nga të dyja partitë që kemi sot nga Partia Punës kanë dalë, kështu që unë po them që ta mbyll me një fjali. Unë po them mos e çoh edhe më majtas. Unë po them që në qoftë se do duhet ta lexojmë djatha si kundër ishin këto dy parti në le të themi në Hungari dhe të shikojmë të djathtën shqiptare këtu, sot i vetmi zë po duhesh ta marrësh të mirëqen, po të duhesh ta marrësh të mirëqen, është ajo që lëvizja e zotit Saljani, e cila për mendimin tim është shumë embrionale krahasuar me atë që ka bërë Peter Magjar në 2024. Një sekond, unë po të lexoj vetëm paragrafin e 3 të Spiropalit që i përmbledh gjitha. Ajo thot, filani Peter i dalë në skenë vetëm pak vite më parë, arrin të fitojë masivisht dhe të mobilizojë një shoqëri të tërë. Tregon se edhe në sistemet konsoliduara dhe të inventarizuara në pushtet. Pra nuk PD-n e ka lënë në kosh ajo, nuk ka lidhje fare PD-ja. Ekziston hapësira për ndryshim dhe se energjia politike nuk është e mbyllur për pret momentin për të shprehur. Pra gjithë diskursi politik i Spiropalit përmblidhen atë që nëse do të vinë ndryshimi ndonjë ditë në Shqipëri, nuk e dim, ky ndryshim do kapi vetëm Partinë Socialiste. PD-ja është destinuar të rrullet derisa të largohet fare nga skena politike. Sipas asaj pra. Kjo është skenar më shumë. Ajo është lexim, pra them unë, leximi i saktë rreth vetes vetës. Dhe nëse do heqësh le të themi paralele me ato që ka ndodhur në Hungari, paralelja është vetëm për PS-n. Si të dalë Lerion Braça apo Spiropalit krijojnë një parti të re. Patjetër. Dhe pastaj ty në zgjedhje përballë PS-s. Përballë mandatet 5 dhe të fitoj. Pikërisht pra, kjo ka ndodhur në Hungari. Nuk ka ndodhur një përmbysje që erdhi e majta dhe hoqi të djathtën. Kemi një të djathtë konsoliduar prej vitesh atje, siç është e majta këtu në Shqipëri, dhe del një njeri, ndoshta i pa korruptuar, i pa konsumuar, nuk e njoh shumë këtë, prandaj them ndoshta. Nuk e di nëse ka patur poste qeveritare më parë. Ka pasur zonjën e tij, ish bashkëshorten e ka pasur ministre deri kohën e fundit, ministre të drejtësisë. Okej. Pra në një farë mënyrë e njeh pushtetin, nuk është se ka ardhur i shkëputur. Edhe u divorcua. Po pra tani sfundmi është divorcuar. Pikërisht për pra, kjo është analogjia mes Shqipërisë dhe Hungarisë. Nuk ka lidhje me fare PD-ja. Nuk ka lidhje me PD-n fare. Janë anti-Soros këta.
Po tani këtu le ta shpjegoj zoti Berisha ose zoti Alex Soros kishte bërë postim sot. Marsit, si e shikon këtë fitore në raport me për të kuptuar domethënë edhe një skenar të mundshëm në Shqipëri? Orban dihet që, ose akuzohet, sepse dihet s'mund ta them, po akuzohet si një njeri autokrat, një njeri që ka patronazhuar gjatë gjithë kohës sistemin, akuzohet për zhvatje dhe ti e di që unë për arsye personale, Hungaria është një nga vendet që ka vajtur më shpesh të 4 vjeçarën e fundit, edhe ky fakt më ka bërë që edhe për shkak të pasionit tim për politikën edhe dëshirës për të marrë vesh sa më shumë se çdo jashtë, kam qenë edhe se thua gjithmonë i atashuar edhe madje i rifreskuar me informacion se ç'ndodhte çdo ditë, sidomos to 3-4 vjet të fundit. Për të vërtetës, edhe para se të fillonte Peter Maxhar, bashkimin e tij me Tizan, me partinë që bëri bashkimin e gjitha partive të tjera të qendrës djathtë, ka pasur një pakënaqësi në popullin hungarez dhe Orbanit. Për shkak të qëndrimit të tij të gjatë, për shkak të aferave që përflitej, për shembull, një nga aferat flitet që ai është pronari real i kompanisë fluturuese Wizz Air. Një. E dyta është që koncesionet më të mëdha dhe tendrat më të mëdha që fitoheshin në Budapest i fitonin Dhëndri, Kushërinë, shokët e ngushtë. Madje bëhet fjalë për një nga miqtë e tij më të afër që ka pasur edhe mik fëmijërie, i cili ishte me profesion kpucar dhe mori 2.5 miliardë euro tender. Me profesion kpucar. Po, pas një merite. Dhe kjo dhe ka një sër ngjarjesh të cilat përflitet. Ka pak kënaqësi, po thua. Jo, s'ka vetëm pak kënaqësi. Ajo që flitet është që gjithashtu ka dhe një pavarësisht hovit edhe këtyre formaliteteve demokratike, ka një revolt dhe madje Peter Maxhar në këtë raste e ka hedhur në diskurin e tij që do ketë edhe llogaridhënie për shpenzimin e keq parave publike, për mënyrën se janë shpërndar fondet, kështu që unë mendoj që mund të ketë lidhet me drejtësinë, me Po. Ata nuk presin të shkojë drejtësia tek ata e çojnë vetë drejtësia. E çojnë vetë drejtësia. Sakt. Edhe më për ta çojë drejtësia është mënyrë që ndëshkohet me votë. E vetme gjë që Orbani ka ndjenjur gjatë dhe ka pasur, si thua, një lloj suporti, nuk ka qenë për shkak të pavarësisht se ka ndodhur kjo lloj keqpërdorimi i pushtetit, siç dyshohet, me këto që fora pak më sipër. Arsyeja pse i admiroj dhe mbështetje ka qenë një për shkakun e ruajtjes së kufive dhe mos lejimit të ardhjes së njerëzve me popullsi ose me etni të tjera. Po. 2. Raportet e mira në favor të interesave ekonomike të Hungarisë me Kinën dhe me Rusinë. Dhe interesi i Orbanit ishte që të krijonte, si thua, një lloj mini Kinë të vogël në Bashkimin Evropian, me inovacione teknologjike, me inovacione në fushën kibernetike dhe po ashtu me energjinë e rinovueshme. Të njëjtën gjë mundohet përfitonte dhe nga Rusia. Nuk po them se s'ka bërë manovra, ka bërë reformë territoriale, uli numrin e deputetëve nga 400 në 199, bëri reformën administrative, siç e deshte vetëm se si që të fitonte, kishte media totalisht kontrolluara për ti. Para shumë, çfarë ka bërë Rama me të vetmin ndryshim që aty nuk ka grupe kriminale, e para, që dalin dhe të manipulojnë votën, dhe e dyta, procesi i numrimit është proces numrimi. Pra, ajo që do të them është jo se dhe aty nuk ka abuzim me pushtetin, po ama themeli ose kriteret kryesore që mbajnë garën nuk cënohen. Nuk cënohen. Ne fokusin dhe kjo nuk vjen nga dëshira, dhe kjo nuk vjen nga dëshira e Orbanit, vjen nga kultura dhe integriteti kulturor i popullsisë hungareze. Po normale. Në një moment kur nuk e pranon shoqëria është njësoj si në spital, kushdo që çon një të afërm, nëse askush nuk i jep rishfet doktorit, ç'do bëj? Doktori do japë shërbimin. Qofse një gjykatë, asnjëra nga palët nuk i jep rishfet, do japi vendim, ai realisht korrespondon më mirë të japi vendim drejt. Kështu edhe puna e demokracisë dhe procesit. Ajo që unë do të them është kjo, që gjithmonë talenti politik qëndron në atë që i kupton kushtet dhe jetë në favor të vet. Dhe meqense deshe ta kontekstualizojmë në Shqipëri, sot është e vërtetë që ka dy njerëz që po dinë të luajnë dhe të jenë lojtar, mund të çonin këto kushte në favor të vet. Elisa Spiropali për dhënë goditje si sot Denisi, Parti Socialiste, dhe për nxjerrje një lloj linje antiramiste ose le të themi anti-autoritare, po anti-establishment. Ishte Veliaj, me thënë drejtë. Po, tani nuk është. Tu për vërtetës profet Elisas, profet Veliaj. Edhe Veliaj mund ta komentonte këtë, po se ka komentuar. Ta përfundoj. Po dhe gara tjetra ai që po mund ta bëj këtë gjë. Ama ka diçka, që të dy e kanë, si thua, prodhim kinez, lëvizjen që bëjnë. Nuk është prodhim gjerman ose prodhim amerikan. Në çfarë kuptimi ka këtë fjalën prodhim kinez dhe prodhim gjerman ose amerikan? Duhet të riparë. Sepse është gjë e dobët. Në çfarë kuptimi?
si Spiro Pali, si Saliani për mua kanë diskurt dobët politike para, për ngritjen e tezave. Domethënë këta gjithmonë flasin se çfarë është keq brenda partive ose brenda llogoreve të tyre, ndërkohë që ty nuk voton vetëm partia jote. Ora nuk flitet, nuk mund të jetë tezë pse nuk hapet partia ime. Tezë se ti të vish pushtetë çfarë do bësh ti për shqiptarët. Ti nuk e flet vetëm demokratëve. Ti do t'i flasësh gjithë shqiptarëve. Njëta që vlen dhe për lidhjen Spiro Palin. Kjo pjesa që tha pak më përpara kur po diskutonim, që shikoj se përmend fare PD-n, nuk është heritje e madhe. Politikan është ai që merr shumatore në interesave të qytetarëve të vendit vet, nuk është ai që flet në kategori të caktuar. Do flas unë vetëm për komunistët, ose do flas unë vetëm për patronazhistët, ose vetëm për të majtët, ose vetëm për socialistët. Këtu nuk votohesh të qeverisësh për një pjesë të vendit. Votohesh për një frym, për një projekt. Këtu janë që të dy intelektualisht dhe politikisht të dobët. S'kan tezë. Më thuaj këtë tezë ke parti, më fal, çfarë tezë ka Saliani ose Lisa Spiro Pali për Shqipërinë? Ke dëgjuar? Po jo, ke dëgjuar ti? Unë s'kam dëgjuar. Ja po ta bëj pyetje. Ke ndonjë tezë që ti e di që ka elaboruar zoti Saliani se çfarë do bëjmë në Shqipëri? Do të skandal akoma tek ajo. Ka 10 vite në politikë. Kur 10 vite të tjera. Dakor, po mos i kam marrë mos ta kthejmë kështu. Jo. Po gjithsesi. Çfarë ke dëgjuar? Ajo që duhet të lejojmë. Jo. Flasim po duash, por nuk do të bashkëpunimet me kundërshtarët, këtë është një tezë. Jo. Duhet të rrim këtu, pra një skenar po thua i tillë në Shqipëri se janë entuziazmuar njerëzit. Ata që i kanë kushtet, më fal, tash këtë gjë që ta kuptosh, dhe prognozën time, ata që i kanë kushtet në favor dhe që po mundohen ta bëjnë, nuk kanë kapacitetin intelektual dhe politik që kishte Peter Maxhari për t'i vënë gjatë favor vet. Pra është e pamundur. Ke Peter Maxhan thoi tash, jo, nuk është e pamundur. Ndërkohë që ata që realisht e kanë intelektin, po them, edhe aftësinë e Peter Maxharit të rinë të struku. Janë këta mos e. Po ka disa, qoftë brenda partisë Majt, qoftë brenda partisë Djathtë, Partisë Demokratike. Politika është guxim, ore. To moralizoti për shembull. Për mua. Po mirë, dakor, po politika është aksion, është guxim, ore, po njëjtë aty i fjetur. Po dakor. Po bëj akademiku, nuk mos bëj politikan. Unë po i ndaj, jo, akademikët janë më të guxim se politikanët, po është thjesht. Po bëra si tezë. E kuptova. Unë do të them këtë kategorinë art. Unë i ndaj kështu. Ata që munden po nuk duan, ata që duan po nuk munden, ata që as munden as duan, ata që duan dhe që munden. Ata që duan dhe që munden s'kemi para akoma. Dal akoma. Denis, si e shikon një skenar të tillë në Shqipëri? Shiko, unë ta thash, vetëm këto janë opsionet. Për shkak të mbajtjes së PD-s nga Berisha, skenaret që janë të mundshme, që mund sjellin një ndryshim, mund vinë vetëm nga e Majta. Tani Elisa, ndryshe nga Saliani, është akoma në fillime, shumë pak, nuk ka, për shembull, s'ka dhënë asnjë intervistë deri tani, nuk e dim se çfarë, tu ka drejt Marsit që thotë nuk njohim tezën. Njohim disa reagime, pa kënaqësie që janë të qarta. Për shembull, ajo që thotë që është një sistem politik i inventar, kjo dihet e ka kapur, është inventarizuar nga Rama, nuk e ka për Berishën, se Berisha është jashtë loje. Pra, nuk e dim cili do jetë aksioni politik e Elisës. Dhe mund të ndodhë që Shqipëri konkuron, do jemi sistem bipolar. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Pavarësisht se në Ungari ndodhi ajo që ndodhi dhe situata ka shkuar në këtë pikë ku është, ajo që themi është në Shqipëri mbetet shpresa dhe alternativa mbetet gjithmonë Partia Demokratike. Kurse ka një shanse ka dhe si vlerëson qëndrimet e partisë apo si e demaskon ajo që ndodhi në Hungari pretendimet e Partisë Demokratike. Pra sepse Partia Demokratike duke qenë sepse pas ka bërë reformë territoriale apo jo Marsit. Pas ka bërë reformë zgjedhore, reformë sistemit. Hungaria. Domethënë ka 400 deputet, thot Marsiti ka shkuar 199 deputet. Kjo është një trend në tërë botën për të ulur shpenzimet. Media kanë në kontroll. Reformën territoriale ka bërë totalisht në interes vet. Orbani. Totalisht. Territoriale dhe prap. Po pra, këtë po them, pra këtu bëhen pra nëse Orbani bën totalisht në shërbim vet, këtu bëhen në shërbim të Ramës dhe Berishës. Pra dyshe, reformat janë gjithmonë ndryshe këtu, nuk janë asnjëherë të njëanshme. Shumë rradh kanë ndodhur për shkak se është larguar një aktor dhe tjetri normalisht që e ka detyruar ta bëjë reformën vetëm. Po kthehemi te kjo se e kthen e shef tek PD-ja. Tani Saliani po bën një gabim të madh, në kuptimin që ka lënë lëvizjen mes. Ka mbi 10 ditë që nuk dim asgjë ku është ça ka një pra në momentin që ti bën reagim dje me çfarë pas. Po për Hungarinë thua. Po për Hungarinë. Edhe një herë pra reagimi për Hungarinë nuk mund të mbaj ty në tryezën e politikës nëse kundërshtari yt. Se kush është kundërshtari i Salianit sot? Është Sali Berisha. Jo. Ai është pra.
Ai atë po godet brenda partisë. Është i gjithë establishmenti. Po jo pra jo. Ai ka fillim nuk e filloi me Sali Berishën, ai fillim e filloi me drejtues të qarqeve që duhet mbanin përgjegjësi. Po mirë. Për rikonfigurimin. Aty ashtu e nisi dhe shkoi në Kupol. Kupola thotë duhet lëvizje anti-Noka, sepse ai kërkonte vendin e sekretarit. Jo pra, se tani s'është më anti-Noka. Ti themi gjatë do flasim realisht dhe themi politik, mos flasim me doreza. Në rregull, po unë nëse është anti-Noka atë nuk e quaj lëvizje fare. Tani mos analizojmë, nëse është anti-Noka, atëherë s'bën. Filloi thash si lëvizje anti-Noka. Nëse Saliani do detyrohet të futen në lëvizjen anti-Berish. Kaq. Me sa di unë, Saliani ka thënë që Berisha s'duhet kandidojë më. Nuk e di, ma konfirmon, e ka thënë këtë? Nëse e ka thënë këtë, ai ka Berishën kundërshtar. Po sipas statutit edhe Saliani s'mund merret në politikë se ka një vendim gjyqësor të formës prerë. Jo. Ai nuk mund të merret me politikë, nuk mund marrë post drejtues të qeverisë. Po jo në parti. Po pra informacion politik mund marrë. Kryeminist bëhet dot, jo. Ministër bëhet dot, jo. Deputet bëhet dot. Po çfarë lidhje ka më? Duhet të jesh kryetar partie me patjetër për të bërë kryeminist. Precedent penal ka? Jam dakord, ka precedent penal, po unë po them presidenti penal nuk është i pafundshëm. Dakord jam. Kur pash duhet ka pjesën domethënë rehabilitimit veprës penale dhe në rastin konkret, mi gjë bie dakord me Denisin. Okej, ti nuk mund të rish i fjetur se ti je protagonist në po vetëm pse se ma ndërpreu te kundërshtari. Nëse dikush akuzohet Nardin, nëse dikush akuzohet për kallëzim trem, un kam drejt jemi dyshueshëm në deklaratat që bën ky njeri? Po patjetër. Po ne nuk po flasim për reagimin. Ore s'po flas për ty, ti ke reagimin tënd, un po flas për Salianin. Po e shoh lëvizjen e tij. Ai shoh që kundërshtari i tij politik në PD, Sali Berisha del 20 herë për ditë apo jo, Leonard? Ky s'del asnjëherë, ky del një herë 20 ditë. Pra ka dallim të madh. Do thotë që ose është tërhequr, ka dallim të Salianit me Berishën, po Salianit me këta të tjerë që janë në hijen e Berishës pastaj që nuk ka rëndësi, ne diskutuam tani po. Jo, ne po diskutojmë PD. Po marrim. Ne fal vetëm që ka dhënë përbashkët me Salianit dhe Spiropalit. Që të dy kur lanë jashtë pushtetit, pra sa ka mundësi të ketë lideri i tyre, atë e larguan. Ajo u la, se është nga posti ministre. Saliani nuk u la jashtë pushtetit. U la, se nuk i dha në post drejtues. Po jo, ai çfarë ishte? Ai ishte i burgosur. Ata kryesi ishte. Ata kryesi çai dha. Po pse më pak? Po pse më pak është? Dhe ata kryesi me statut nuk i takonte. Po. Dhe ata kryesi me statut nuk i takonte. E bëri Berisha, i tha urdhë të rish aty. Ai tentoi të bëjë një lëvizje tjetër për brenda. Tani këtu jemi. O e nisesh diçka dhe i shkon deri në fund, po nëse ka fund kjo histori, ose s'ke arsye që ti futesh përpara kësaj. Ose jam dakord me ty. Ose thën ndryshe. Ti kur nisesh bësh diçka, ky ka nisur të bëjë një emision sonte. Ky ka bër shinat ready te emisioni se ku do arrijë në fund. Tani unë ja kam bërë pyetje ballë Salianit, pra ai sa unë mund të flasë, i ka thënë o zotëri, po ku po shkon? Ka një qëllim kjo histori, se nëse këtu qëllimi është thjesht të marr pjesë në zgjedhjet e PD-s, se po marrin pjesë zgjedhje. Avokat, unë për mua edhe flasim, po s'dua që duhet merr me PD-n dhe pa fuqinë e PD-s për prodhuar këtë që prodhoi një individ për 2 vjet. Kam vetëm një gjë. Këto diskutojmë me Salianin, s'ka problem. Kam vetëm një gjë. E shkuara shqiptare, se ne po merrem me ato hungarise, po e shkuara shqiptare ka treguar një gjë që e cila mund të rindodh për mendimin tim. Në momentin kur brenda smajtës, po sidomos brenda smajtës, ka pasur përplasje, gjithmonë ka fituar e djathta, jo në vot, po për shkak përçarjes së smajtës. Ka ndodhur si Nano Majko, si Meta Nano, 2003-2004 dhe mas e mrapa me Raman. Pra, çfarë duhet të them? Në qoftë se brenda së majtës sot do ketë, unë nuk e besoj. Po ta them kështu. Po do shkojmë te një përplasje e cila zonja Spiropali, zoti Erion Braçe, të ndihmuar ndoshta edhe nga fuqia politike e Erion Velie, pavarësisht pozicionit të cilin do, se ne e dim shumë mirë që zonja Spiropali është produkt i mjaftit. Nuk është socialist, është fiks, ka ardhur, ka qenë udhëtare në krah të djathtë të zotit Veliaj. Dhe unë po dyshoj, Ky është skenar. Ne po themi pa fuqinë e opozitës. Dakor pa këtu. Dhe unë po thëj, dakor, vetë na mbaroj. Bëjmë fajë Salianin, Partia Demokratike vetë. Të lutem, mos ma shoh. Desha të them vetëm ka gjë. Në qoftë se do ndodhin kjo histori, atëherë teorikisht do fitojë djathta këtu në këtë mes. Në qoftë se do përçahen këta në 2029. Dhe aty si ti Berisha, si ti Saliani, cili do qoftë përfiton nga rasti, se kjo është kaq në Shqipëria. Po krahasuar me atë që ndodhi në Hungari, nuk është e njëjta. Ti nuk është se u përça. Jo, po ti duhet të sillesh kontekstin shoqëror dhe social, o zotri, se këtë ne ngatrojmë.
Nuk është një shqiptar dhe një hungarez një lloj, o zotëri. Se ti po fles për një Hungari që ka një lloj morale, çështje sociale dhe politike dhe morale tani. Ti mendon domethënë që ka dha populli hungarez këtij populli shqiptar pse s'ia dha 16 vjet aty. Po populli shqiptar pse s'ia jep? Po se s'ia dha Lulzim Bashut. S'kan kaluar 16 vite valla. 21-shin. Kjo është për të folur për sa. Ora në 2029 kalon 16 vite. Se nuk ja dha se Lulzim Basha, të japim përgjigje, mos e lëvim ndaj. Nuk ishte i sinqert. As me elektoratin e djatës në popullin shqiptar. Tash bashkëkryetar. Ti mendon që ky Piteri ka qenë shumë i sinqert me Hungarisë? Se nuk e di, ka qenë i sinqert me qëllimet e veta. Është bllokimi i koalicioneve. Unë jam gjithmonë i idesë ku një politikan e bën lider fakti kur futet në një rrugë dhe e beson verbërisht. A e di që unë kam shumë respekt për Arlind Qorin valla. Po, jam votu si tje s'kam përqon kur për tezat të marksiste që ai nxjerr. Tezat e tija. S'po them marksiste. Jemi ideologjikisht kundërshtar, po respektojmë sepse po ama ai ka një po Lulzim Basha s'ka qenë kështu, të po them kaq. Ai thotë edhe sot Sali Berisha nuk është kështu. Do marr të. Kjo është historia aktuar. Nëse avokat në 2021 u bë gjithë ajo kundër Partisë Demokratike dhe po e diskutojmë po duash se. A do t'i kthesh asaj? Jo, po tash. Unë i them shumë kollaj asaj. 2021 nëse Sali Berisha nuk do ishte në listën e deputetëve të Partisë Demokratike, po doja vinë në pushtet. Po. Mos sa bojkot tani. Po. Ka një gjë, çdo gjë kthehet ke Partia Demokratike, këtë votë. Po dëshojmë dy reagimet. Për shembull, nëse Spiro Pali thumbonte Ramën, kështu duket sikur do vinë ditë që do kërkoj vetë populli shqiptar Lulzim Bashën. Po, nuk e di. Luli po edhe po ta kërkoj populli nuk vjen Luli, se është natyrë e tillë, po që. Mos u gatrove atë, se ai është ti duhet ta njohësh më mirë, kështu që e di që nuk vjen ai. Ndërkohë reagimi i Salianit. Jo, një vend kohë kur i tregonte Luli Barsaleta, thoshte më pyeti ai presidenti i Amerikës si ta marrim atë pavarësi, si ta shpallim pavarësinë. Në fakt jo se aty ishte moment, aty ishte momenti sinqert. Ai që thash pak më përpara ka qenë sinqert me ju kur ka marrë 8 vjet. Kur po thoi që vitën e krahë i thoshte po. Po një sekond, se më kujtoi një gjë të bukur. Kur tha që mori Orbani uli Venzi në podium aty, më kujtua ajo që edhe Basha bëri foto me Trumpin dhe mori rezultatin më dobët, 2017. 43 deputet. 43. Çfarë po thotë tash që Rama ishte afër Trumpit do marrë rezultat shumë dobët? Jo, nuk e di atë, ta shohim. Se mund të largohet. Denis. Po thoja këtë gjë, nëse Spiro Pali thumboi Ramën, Saliani ka thumbuar vetëm Berishën në reagimin e tij. Kur thotë që po ta lexoni, ai thotë që Ramiti që këto autokracitë të rrëzohen me votë. Këtë që thot Berisha thot sa ti Rama nuk rrëzohet njeri. Ajo rregulla është me të. Pra, ky thot jo mos zotëri rrëzohet. Pra, betejën ai e ka, prandaj ndryra me Marsin, betejën e ka me Berishën Saliani. Problemi është që nëse bën nga një tweet dhe nuk e dim ku është, atëherë që ai ka nuk mund të pretendojë Saliani që media nuk më hap dyert. Pra, nëse ai nuk është i pranishëm në media, dhe unë për shembull të paktën te Juve një herë ja keni hapur 24 orë. Jo, vetëm te ne, po unë nuk e arrit. Emisionin tenisë të çdo javë. Jo, s'ka kohë pa ardhur. Dua të them këtë që unë më duket e pa kuptim që Saliani që nuk guxon të shkojnë PD. Ore rrinë këtu, po tani edhe ta vet përjashtosh. Si ta vet? Dalësh ta akuzosh si bën Partia Demokratike për një njeri që po tenton që t'japi një platformë, o ty ngar, më jepi mundësinë ty ngar. Ndërkohë që po jo, po flasim për këtë përgjigje të Marsit dhe Nardi më mirë se njohin PD-n më mirë. PD-ja është kjo pra. Kjo është prandaj do thash. Unë thash pa një orë PD-n thash sa të jetë Berisha, e gjithë spiralja për ndryshim në Shqipëri mund vi vetëm nga e majta, siç ndodhi në Hungari. Atë vetëm për ta shtuar dhe kaloj te tema tjetër. Një ndryshim ka tek ajo që thotë Denisi, sepse edhe unë e besoj, sa të jetë Berisha PD-ja nuk vin pushtet. E kam bindje këtë. Tani thoni çfarë doni le të më shaj populli facebookist tani sa të doj, sa të jetë Berisha aty kjo Parti Demokratike nuk vin pushtet. Por ose mund të mbështesin nuk do për shkak se të kësaj Partia Socialiste. Partia Socialiste sot nuk është Partia Socialiste Fatos Nano, se një lider i liberal që linte Pandeli Majkon, Ilir Metën, Edi Ramën, që edhe të bënin ai sheshbesh aty brenda Partisë Socialiste. Sot ke një Edi Ramë i cili po e bëj kështu metaforikisht. Edhe pastrusin aty te dera e kryeministrisë do ta shikojnë sy se çfarë është duke bërë. Jo më ata për të cilët luajn telat në Partinë Socialiste. Nuk ndodh. Unë besoj tek ideja. Edi Rama do rrinë në pushtet derisa do të ketë kokrën e qefit, do dojë vet kur të ikin ai, që s'dodh. Ose në rast se këtej nga Partia Demokratike do ketë
një rizgjim i cili do vi për shkak të votës dërmuese që s'do t'japin shqiptarët 2027-2029, se s'mu të rish me zorë ma, s'mu të ri Berisha kryetar i PD-s nëse do marrë 20 deputet pastaj. Sestri, po rriaj. Po mi pastaj na ai humbi 2023-shin. Se kuptoj se ku është problemi. Po tani teorikisht tani ti e Nerocën do pushtet, unë di atë, po s'është puna e vetë po. Dy katastrofa elektorale ka Berisha, zero reflektim. Me vërtet. Na i volli Rama thotë ai. E me vërtet, po në 2011 kush e volli Rama që ishte vetëm pushtet. Unë po them të reflektimi se në 2013 iku Berisha. Po në 2011 PD-a humbi zgjedhje të burra. Po votove kundër do ikësh se nuk do rrinë dy kryeministë në ndërtesë. Megjithatë se për ta mbyllur këtë intrigën e Majt, pse sot nuk reagoi zoti Braçi për shembull? Do ta thoshte ai meqense ka marrë atë flamurin e një lëvizje politike. Kishte sa punë me fermer. Pra këtu lajmi sot është reagimi Spiropalit dhe Saljanit. Njëri ngacmon Ramon, tjetri ngacmon Berishën. Në mesazhin Facebook jam dakord. Ndërkohë avokat opozita vazhdon dhe ajo që ti përmendë në lidhje me faktin që me deklaratën e Berishës që thotë që ky Rama nuk rrëzohet dot me votë për shkak të patronazhistëve etj, grupeve kriminale etj. Gjithmonë shpresa mbetet tek SPAK. Si një ose konceptohet nga qytetarët shqiptar, nuk shikohet më opozita si një mundësi për të zgjidhur situatën të ngërshën ku ndodhet sot sistemi politik në Shqipëri, por ajo që mendohet që ta zgjidhë është SPAK. Si e vlerëson deri tani punën e SPAK, ndërkohë që ka një lajm në lidhje me një projekt i cili do tentoj projekti Sokol Sushi i gjykatës së lartë, i cili lexohet në terma të thjeshtë si një përpjekje për të liruar nga burgu zyrtar të korruptuar, por njëkohësisht edhe njerëz që nuk kanë marrë një vendim të formës prerë për sa i përket akteve që mund të kenë kryer. Paksa pyetje gjatë, po gjithsesi do mundon të jem konkret. E para një herë SPAK-u ka dy lajme të cilat domethënë më bën çuditën këto në 2 ditët e fundit. E para ishte ky pushimi pjesëor i çështjes për Jonaid Myzyrin, ish kreunik i Komisionit të Prokurimeve, i cili ka qenë me detyrim paraqitje më duket si fillim edhe shtëpia edhe. Po, e kam parasysh, Jonaid Myzyri. Po. Pse u pushuar çështja për atë? Një pjesë e çështjes, shkelje barazisë në tendera për atë këtë person sipas SPAK-ut pushohet. Çfarë do të thotë që SPAK-u paska bërë një autogol me veten e vet. Pra që ka problematik mënyra e hetimit. Ose një zot e di domethënë se çfarë kanë bërë këta prokurorët e SPAK-ut. Hajde merre vesh këtë si histori. Pse e lidh këtë? Sepse do dalin pasaj aty të ato masat e sigurimit personal. Edhe e dyta ishte kjo çështja e antarit të KLP-s, për mendimin tim e turpshme, jashtëzakonisht e turpshme dhe më e turpshme bënte fakti domosdoshmë që as qeveria e prokurorisë, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë, as ILD-ja, se kolegjia nuk ka punën. Kush është ky avokat se Olgert me Minaj, po, i cili para disa kohësh, para 2 javësh, në emisioni në TV Klan Stop nxorri një investigim të atyre që linte shumë për dëshiruar për figurën e këtij personi. Teorikisht SPAK-u dhe në këtë rast ka dalë me një vendim për pushimin e timi se s'ka vepër penale. Aty minimalisht është shpirtërim detyre, ka lind çdo lloj kompetencë të mundshme. Po dalim tek ajo e Myzyrit më përpara. Pse? Sepse aty ke pasur një mas arresti. Pra ke pas një mas shtrënguese. Dhe në momentin kur ti nxjerr një mas shtrënguese dhe pastaj mbrapa ktheu, se thua nuk kanë prova për këtë. Pyetja është, pse ke shkuar ti në gjykatë dhe ke kërkuar një mas arresti, një mas shtrënguese ndaj këtij personi? Kur ti vet nuk i paske pasur le të themi dosjen e qepur ashtu siç duhet dhe nuk paske pasur prova më. Pse shkon e merr në qafë tjetrin, cili do qoftë personi? Pse bën një gjë të tillë? Pse kërkon masa represive kur ti as vet nuk paske qenë i bindur që personi që ka fajtor, të paktën për ty si organ akuze, se fajësinë e nxjerr gjykata. Dhe dalin pastaj tek ajo iniciativa që ka marrë Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilët duan të ndryshojnë praktikën ligjore, më mirë vendimin unifikues të vitit 2011 që lidhet me masat e sigurimit personal. Unë jam parimisht dakord
Sepse duhet ta kuptojnë ata që në vitin neve kemi çfarë po tentojnë të bëjnë këta? Këta po tentojnë që të detyrojnë gjykatën dhe prokurorinë me ligj, duke rregulluar procedurën. Ta detyrojnë gjykatën dhe prokurorinë nëpërmjet këtij vendimi unifikues. Vendimi unifikues është akt normativ, është një ligj më vete, që duhet me patjetër që gjykata duhet t'i referohen. Deri tani nuk është se nuk ka pasur. Se ne kemi edhe kodin e procedurës penale, që është... Po s'është detyrues, kam shtypjen. Vendimet e unifikuara janë detyruese. Vendimet e kolegjeve të bashkuara janë detyruese. Vendimet e gjykatës lartë janë referuese. Po bra. Po flasim për vendime unifikuese. Janë kolegjet e bashkuara, mblidhen gjitha gjyqtarët. Janë unifikuese. Tani këtu do jemi te kolegjet po vendosen tani apo kolegjet e bashkuara. Kolegjet e bashkuara janë lart fare, prandaj po them ta. Dhe këtu e ka pasur një vendim të vitit 2011 që rregullonte masat e sigurimit personal. E të cilat në shumë raste nuk diqeshin fare nga gjyqtarët. Sepse në nene 228, 229, 230 thotë arresti me burg jepet ku çdo mas tjetër nuk mund të jetë ekzekutueshme ose proporcionale. Tani drejtëmori kur ti si në rastin e këtij zotrisë, se nuk po e marrin si shembull prandaj. Kur ti nuk ke pasur dosjen e qepur, atë pse ke kërkuar arrest shtëpies ose arrest me burg për këtë? Pra këtu çalon drejtësia. Kolegjet e bashkuar kanë ardhur në këtë lloj iniciative me idenë ndodhen që të rregullohet. Është miratuar kjo? Nuk është miratuar, me qëllim të rregullohet. Kur mund të dalin pas një muaji derisa të arsyetohet si vendim dhe mund të bëhet kështu. Tani që ta dish oret. Dhe nëse miratohet avokat, pastaj ajo fut në lojë të gjithë ata që janë në paraburgim ose ata që mund të shkojnë. Ne sot kemi 2560 të paraburgosur dhe kemi diku te 1300 të burgosur. Po. Pra kemi më shumë të paraburgosur gati 2 fish se sa të burgosur. Kjo është një kampan alarmi për një popull me 1.5 milion banor që po flasim, sepse ka përqindje shumë të lartë në raport me milion votues, banor me banor, aq ke këtu. Su me matun, aq ke këtu. Pra këtë gjë, problemi që ndron këtu. Iniciativa e ndërmarr është në momentin totalisht të gabuar, sepse lexohet dhe e mbyll këtu, lexohet sikur dhe unë e besoj këtë si tezë që kjo po bëhet me qëllim që personazhe të tipit Erion Veliaj, Ilir Beqaj, Ilir Meta apo të duash, Belinda Ballguku nesër apo gjithkusht tjetër që do jetë pjesë e këtyre masave të sigurimit personal, ose të mos shkojnë fare në paraburgim, pra ta kalojnë në gjendje të lirë hetimin e tyre gjyqësor, ose të kenë të drejtë që të bëjnë kërkesë në gjykat për të dalë nga burgu. Sepse duhet ta dish, çdo vendim unifikues penal pozitivist është gjithmonë i atakueshëm në gjykat. Pastaj përfitojnë këta njerëz të zakonshëm? Të gjithë pa përjashtim. Të gjithë pa përjashtim. Atëherë okay pra raporti mes atyre njerëzve të zakonshëm që përfitojnë me VIP-a është shumë i madh apo jo? Vetëm mirë, se ma futi shumë. Ka një ndryshim të madh Denis. Nga një njerëz që kam unë sot në dhunë për familje, që teorikisht do duhet dalin jashtë, sepse kjo ja kërkon edhe vet bashkëshortja që duhet dalin jashtë, dhe nga një person si Denis Minga për shembull që më ka vjedhur mua 1 milion euro. Në apalte publike. Ka një ndryshim shumë të madh këtu. Ky që më ka vjedhur mua 1 milion euro, ky nuk duhet dalin nga burgu sipas mendimit tim. Por me këtë vendimin unifikues do dalin. Po mirë, ai nuk shpallet i pafajshëm se doli nga burgu. Tani ti do të bësh debat kot tani. Një pyetje. Nëse ky ligj që pritet miratohet, do ishte në fuqi përpara se të arrestohej Meta dhe Veliaj. Nuk do kishim mundur të arrestoheshin. Nuk do arrestoheshin. Jo, fare. Nuk do kemi më arrestime. Nëse ky miratohet, për mua Ilir Meta qëndron totalisht në kundërshtim me ligjin në burgore. Dakor. Për shkak të asaj që ka. Për mua dhe për Metën, po. Po me që më more. Kurse për Erion Veliaj nuk mund ta besoj që ti si prokurori shkon me 13 akuza, se është marrë pandeu për 13 akuza. Dakor. Dhe pastaj të mos kërkosh domethënë arrest. Avokat, ky ligj miratohet dhe Veliaj, Meta përpara një muaji Beqja mund dalin nga burgu. Para një muaji kam thënë një gjë. Erion Veliaj teorikisht në qershor del nga burgu para burgimit. Dhe tim pse? Të thash do dalë një vendim unifikues që do japi mundësinë që të kërkojë, që është ky, që do të japi mundësinë të kërkojë. 2, shtatzania e zonjës Ajola Xoza, e cila në fund majit qershor do duhet të vinë, është në pritje të ëmbël, dhe ky me të drejtën e Zotit do kërkojnë gjykat që shikojnë se kam nevojë për. Nëse shkojmë me këtë logjikë dhe miratohet ligji, çfarë efektesh ka për Ballukun? Kur mundet futet kur Ballukun burg?
pastaj. Po të miratohet. Po asnjëherë. Marsit, si e shikon këtë iniciativë që avokati na shpjegoi që do të nxjerr nga burgu një sasi të caktuar individësh, por ajo që është më rëndësishme njerëz të akuzuar apo që mbahen si trofe nga ana e SPAK-ut. Dhe do të pengoj. Si e shikon raport me SPAK-un? Unë e shikoj kështu, që tashmë ka ardhur momenti që të ketë një dekurajim të SPAK-ut. Dhe të ketë një kurajim të zyrtarëve të cilët e ndjejnë veten të trysnuar nga procedurat e firmosura, nga dokumentet, nga bashkëpunimet që kanë bërë ose nga zbatimet të urdhrave të eprorëve. Ka diçka në moment, sepse ne dimë se si është raporti i zgjedhësve me të zgjedhurin. Pjesa më e madhe e votuesve kërkojnë vend e pune. Ta thash, unë nuk preferoj të flas me formalitete. Dy gjëra janë, o do i ofrosh teza politike, ku mirëqenien e afron në mënyrë të ligjshme, ose do bësh dille në mënyrë që të votohesh. Pra këtu ne jemi te politika e kompromisit. Okay. Tani ka diçka në moment që pozicionin që ti kërkon dhe që lobon për shembull një fis, një familje, një taraf i caktuar ose një komunitet i caktuar, drejtuesit politik, siç i kanë kryetarët e organizatave, patronazhistët, nuk e di si mas radhë, negociojnë për vende punës. Nëse këto vende pune që ofrohen janë vende pune ku njerëzit bëjnë kurban për të firmosur, dhe këtë ne kemi parë deri në nivel ministra, sekretarësh përgjithshëm, drejtorish. Dhe po të flasim madje për standardet luftës ndaj korrupsionit, se flitet për ecuri ose për progrese. Denisi tha pak përpara që vetëm me majta bën progres dhe ka drejt, sepse nga 400.000 euro ose 700.000 euro që negocionte deri djes vendos kryeministri dhe ministri energjetikës sot gjehen në tubin e pastruses të një sekretarit përgjithshme gjenden 1,5 milion euro. Kështu që kemi goxha avancime dhe progres në raport me korrupsionin. Ta din të vjetin. Po e tha dhe zoti Shalci, ne nuk do vjedhim në mënyrë kaq të hapur e flagrante sakta, kështu që këtu kemi progrese dhe t'jap totalisht drejt. Ajo që progres të vjedhje dhe në korrupsion ka. Po të shkojmë këtu. Unë fola për progres i desh, megjithatë është. Jo, unë ka thënë. Po unë ka thënë për progres. Po jo edhe kjo progres. Ti elaboron idenë, kështu që mos u fut te tubi. Mos rritë ideja. Po ja po ta them edhe herë, po ti për progres shko ke tubi. Ja, mirë. Mos reklamo kot ide. Fola për progres i desh. Tani po të vim në aspektin aktual. Sot Edi Ramës i intereson të shkruajohet SPAK-u. E di pse? Po të vini re kur ndodhi lufta dikur, është edhe një pajsazh filmi shumë i famshëm, midis familjeve të vjetra dhe familjeve të reja në botën e mafjes. Ishte një parullë që ekzistonte që kur tenton të vesh zjarrin çdo shtëpi të fshatit, rrezikon që të marrë zjarr gjithë fshati. Edi Rama këtë kuptoi me vonesë. Edi Rama mendonte që mund të luajë Enver Hoxhën, pra njeriu që i shet bashkëpunëtorët për të ushqyer pushtetin e tij. Dhe mendonte që mund ta vazhdonte këtë lloj teknike derisa të arritej tek oligarkët. Pra deri te Putini, që domethënë duhet të ushqehet gjithmonë opinioni publik me lëshim të pjesëve të vetvetes, para se këtu është pushteti që kërkon sakrificën. Edhe do t'i japësh një pjesë të trupit tënd politik. Problemi është që Edi Rama kuptoi këtë që kur krijesa, pra vetë aparati shtetëror në këtë rast SPAK-u, mësohet me ushqim nuk është çështje kohe derisa të arrijë deri ke Rama. Dhe sot është në fazën që do të tregoj se kush e ka timonin haptëzi. Shiko, unë mendoj që realisht SPAK-u është më vërtet një nga ndodhimet më të mira institucionale në 35 vite demokraci. Jam dakord dhe besoj që në 3 vite Altin Dumani ka bërë punë edhe shumë më shumë se sa shumë lider politikan, edhe më shumë se Fatosnano, se Edi Rama, edhe se Sali Berisha. Problemi është që pjesa më e madhe e strukturës, edhe kemi këtu rastin e Irena Gjokës, nuk ka kaluar pa pasur diçka që e ka në dorë elita politike. Mund të jetë një favorizim, mund të jetë një proces penal, mund të jetë një cent tjetër, nuk kalojnë aq rastësisht. Këtë e dim se funksionon. Dhe madje të vërtetat e mëdha nuk presë të thuhen nëpër parlament, nuk presë të thuhen në deklaratat publike të një politikane, sepse unë jam me idenë që në politik gjua i është dhënë dikujt për ta fshehur mendimin. Madje ti imagjino brenda radhave politike dhe kur ndahen pushtet, kur ndahen poste, e di vetëm ai që i premtoi dhe ai që premton. Po e ditë edhe 1/3 humb postin. Tash ne pretendojmë që ato që fiten aty nëpërmjet burimeve që mund të kenë gazetarë ose personazhe caktuar të dim. Ama unë kam formulën kështu që gjithmonë duhet të arsyetosh nga ajo që fshihet ose nga e kundërta ose çfarë luhet. Pra, cili është funksioni. Unë nuk pretendoj që arsyet që do pse do bëhet ky vendim unifikues do i gjejmë realisht në faqe që do jepet vendimi unifikues në gjykatën e lartë. Madje do të komplet e kundërta.
Je nisë shumë mirë marrësisht se thej që kjo ka ardhur koha që SPAK të dekurajohet. Dhe ka ardhur koha që realisht i zoti punës tregoj kush është realisht shefi. E ka thënë në librin e tij për politikën Carl Schmidi, në periudha tensioni dhe në periudha përplasje kuptohet kush është sovrani. Ideja është kur kemi përplasje dhe kur kemi konflikt, atëherë ai që komandon kuptohet se kush komandon. Në këtë rast kuptohet kush është pas reformës së drejtësisë, kuptohet kush është pas pavarësisë SPAK-ut, kuptohet kush është pas pavarësisë së zgjedhjeve drejtorëve të policisë, kush është pas ku dëgjon favorizimit të grupeve kriminale. Shikoj, Shqipëria bën pjesë tek vendet që çelçat e pushtetit i mban vetëm njëri. Edhe i ta thamë një shembull shumë thjesht që shikon edhe pastruesin që ideja kryeministrisë. Në sy se çfarë do bëj. Ky është realiteti, na pëlqen, s'na pëlqen. Tashi, nëse do shkojmë pastaj teza të nisa le të flasim se kush mund të quhet progres. Pra e drama duhet merret edhe me. Do shkojmë ke teza që SPAK ka patur disa investitorë që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po ka pasur edhe disa investitorë që vinë nga bota e biznesit që kanë ndikuar në emërimet e shumë prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ka dhe këtë. Dakor, po do ta lejojnë ndërkombëtarët këtë. Ore më fal. Ke dëgjuar dhe goditjen se ke dëgjuar ti ndonjë biznesmen të fuqishëm që të merret në akuzë i favorizuar ose në lidhje me qarkullimet financiare? Realisht, këta oligarkët e mëdhenj, kaq të pastra i kanë parat? Ke parë një pronar media shti që të shkojë dhe të japi deklarimin SPAK si financohet? Ne e dimë si është sot. Edhe pjesa mediave, ne domethënë ti mendon realisht për shembull që televizionet e mëdha marrin me reality show dhe me reklamat e reality show? Haj sa fiton vetëm nga vjuset e reality show, do vetëm skenografia e studiove që i bëjnë me monitore dhe si marrin këto financime? Ku është SPAK-u këtu? Ku është? Ku është SPAK-u në lidhje me qarkullimin e parave të ndaja financiare, për shembull, Zamir Manes, Bashkim Ulajt, fshet Kastratit, kemi ne këtu se mund na dalë për shembull që mund të jenë fiktive bilancet, shpërndarja e parave, mënyra si vijnë të ardhurat. Ku kemi ne, meqenëse flasim për pavarësi, se këtu vetëm ushqehet populli, masa e zakonshme me gjak, në kuptimin që shkon në një ministër aty ose shkon në një politikan në rangu të lartë, dhe ata që shkojnë aty shkojnë për akuza komplet të tjera nga ato që realisht duhet të akuzojnë dhe kënaqemi, kemi pavarësi. Më thua një pronar media që ka vajtur për shembull. T'japin në depondim. Ke parë gjë ti për shembull nga këta pronar të mediave? E nisim këtu më se s'ka ndonjë. Po. Ke parë ndonjë politikan, ke parë një biznesmen, një oligark? Jo, po këtu atëherë. Si ka mundsi? Jo, fal, ti beson. Atëherë SPAK pas ka qenë dekurajuar, nuk po dekurajuar. Jo, di çfarë? Ta thash pak përpara, pra, ky vendosej që të merret vetëm me këtë fshatin e vogël politikanëve dhe kuptoi që duke mbajtur vetëm këtu lojën, po i digjet gjithë fshati dhe është vetë brenda atij fshati. Se ti s'mund. Dhe kështu që ti dekurajoj një këtu, por realisht në lidhje me pavarësinë, unë s'kam ndonjë dyshim ose ndonjë habit të madh se më shërben këto precedentet e tjerë që thash, drejtues të medias, bota e biznesit, bota e krimit. Ka emra është figurat lata të botës kriminale që i përmendin lart e poshtë gjithë njerëzit të përmendin as në media as në procese. Po nga ana tjetër ka dhe emra të tjerë. Ti ke një atë ka gjysmën e Vlorës. Pse shtiu në jenë SPAK? E din që Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka dhe diferencë madhe po. Ka dhe të tjerë që janë. Pa dhe tjerë këtu në Tiranë po, ha. Që deri dje mezi i përmendesh emrin, sot i ke sot pas hekurave. Po gjithsesi. Po sa nga 7 vite që dënohen, 5 vite. Ska shohim atë pastaj. Përdi. Denis, jo, e njëjta pyetje, çfarë do të ndodhë? Jo, shiko, sekundu unë lajmi që po vjen. Që politika do të relaksohet pak, lirohet Meta, lirohet Beqaj, lirohet Balluku, nuk që politika bën një lëvizje për të relaksuar veten nuk më duket ndonjë habi, sepse normalisht ajo do shohë interesat e veta. Dakor. Problemi është te gjysori, sa reziston gjysori. Dhe nëse del një vendim që favorizon politikanët, ajo është përgjegjësia e gjykatës së lartë apo e kolegjit të bashkuar, nuk është më përgjegjësia e Ramës. Se Rama e ka iniciuar tani, mos ta bëjnë naivin tani. Po më mund ta rrezojë gjykata. Rama voton apo gjykata? Si ta rrezojë gjykata, ma ata pra të punë e mbledhur. Por edhe një herë pra mblidhen dhe çmblidhen me vota, është me votim në fund. O zotri, nuk është punë votimi ajo. Ata janë mbledhur aty, si do ta bëjmë këtë kështu? Do ta bëjmë me 2 pika apo me 1 pikë? Mund ta bëjmë apo pa pika hiç. Dakor, pra mund mos të merrte parasysh. Është me zor ajo. Është mbyllur ai histori. Tani gjykata është sektori i qeverisë tani. Nëse është sektori i ngushtë i aneksi i qeverisë, okay, po ta pranoj këtë logjikë. Ku ta marrosh të them pse mendoj kështu. Pse dalin te kjo gjithmonë që tani do vi një moment që institucioni duhet të marrë përgjegjësinë e vet. Siç ndodhi me gjykatën kushtetuese, pati presion nga qeveria, doli 4-4, nuk doli 5-3, Leonard. Apo jo? Doli 4-4. Vendimi siç e donin të gjithë. Jo, siç e donin të gjithë, nuk ishte vendim aq i mirë. Sa është në fuqi. Tani sot për shembull, çdo ministër është vulnerabël. Çfarë ndodhi me këtë Denis, me këtë? Po, ta them unë, sot çdo ministër, edhe kryeministri. Se bën ndërmend ta ndryshonte, po sikur se është tërhequr pra.
Është tërhequr Rama nga kjo? Të ta shpjegoj, ma rot lutem. Po s'është pra në agjendë fare. Të ta shpjegoj. Tani çdo edhe kryeministri Rama, po edhe ministrat janë po të dojë një prokuror i Spakut, atë zotin Brau që e ka qef Leonardi, ai mund të hedhë firmën dhe pezullon dhe kryeministrin. E ka sot me ligj. Pastaj tjetër gjë si mazhoranca tjetër veprime. Ti thua bën kërkesën. Po çfarë si kam unë pastaj avokati palës tjetër do marr vendimin arsyetuar. Ore pezullon valla dhe pa kryeministri shkon zgjedhje. Ta shpjegoj se mami vazhdo. Pa kryeministri shkon zgjedhje barakoshme. E diti apo jo? Ose zgjedhje kryeministri tjetër. Ai flet domethënë si më qenë në Danimark tani u bë. Neni 242 është në fuqi? Po është. Po shpërndaj nëse ke një arsye madhore. Ta shpjegoja këtë me ka. Jo kot. Po shpjegoj avokat se po më shpjegoj. Se gjithë pristim që të mbledhesh e mazhorancë dhe ndryshon atë. Po ja më thjesht fare. Po çdo vendimi 4/4. 4 persona kanë arsyetuar po, 4 persona të gjykatës kushtetuese ka arsyetuar ndryshe. Unë si avokat i palës të cilët do kërkohet pezullimi këtij ministrit apo drejtorit kryeministrit, kush po të shkoj në momentin kur e kërkon Spaku, aty do marr vendimin e arsyetuar të kësaj katësh që më ka dhënë mua drejt. Po. Edhe do shkoj në gjykatë dhe i them jo, ja ku e ke 4 anëtar gjykatës kushtetuese, të cilët ke gabim. Tani ti po të bëjmë të tregoj mbrojtjen time ti vazhdon akoma. 4/4 ka rrëzuar kërkesën e kryeministrit zotëri. Pra, ligji Neni 242 që atakohej nga kërkesa është në fuqi. Nuk shkon njëri me këto që thua ti. Ajo është tjetër gjë politikisht si merret mazhoranca me këtë, nëse ka një kërkesë të tillë të Spakut. Si të ta zgjidhja unë, ore. Po ku do shkosh? Tani do dëgjosh apo jo? Ku do të shkosh? Gjykatë kushtetuese prapë. Prokurorit nxjerr vendimin që thotë deri. Po, dhe është tagri pasaj i gjyqtarit. Nuk është më siç ishte më përpara, që gjyqtari. Po, që gjyqtari nuk kishte një referencë kushtetuese. Ore kërkesa quhet e rrëzuar Monardi. Pse ke? Ore ajo kërkesë ishte rrëzuar. Po, maroj ajo. Po. Tani vetëm ajo thotë. Ajo do shkosh me kërkesë tjetër. Po, pra, dhe unë po të them tani, gjykata kushtetuese me atë lloj vendimi ka vendosur 4/4. Ore po dëgjoj një sekondë burr. Po çfarë më thuaj? Me atë lloj vendimi ka vendosur një lloj precedenti, i cili mund të përdoret nga Marsidi për këtë katësh që i intereson Marsidit, vlerësimi i arsyetuar, apo nga unë për këtë katësh që më intereson mua. Dhe në rastin konkret unë na marr atë dhe them, ka një vendim të një katësh së gjykatës kushtetuese, i them gjyqtarit. Po. I cili mua më ka dhënë të drejtë vllase pezullon dot. Pra, ha debat edhe prokurori thot ka një vendim të kësaj katësh. Po, dhe vendos gjykata. Në më përpara nuk ishte kjo, thash. Gjykata në rastin kur gjykoja. Po, më përpara nuk ishte kjo histori. Nuk ishte, po nuk ishte ky doja të pezullohesh direkt. Po pra, siç u pezullua nga Rëmbani, nga gjyqtari ai Çela, më fal. Pra, nuk ishte kjo. Këtë po mundohem të shpjegoj, që ka një precedent tani për këtë histori. E dyta, që ta kuptosh, çfarë kanë para avokat se unë përfaqësoj ata që na dy. Tek e para Spak e ka pezulluar drejt për drejt Ballukun pa pas nevojë. Jo, gjykat ka shkuar, gjyqtari, njëta gjë pra prap gjykata shkoi. Gjyqtari nuk ka pasur referencën kushtetuese sepse nuk ka pas një vendim kushtetues si në rastin konkret, po të them. Pra e ka gjyqtari dhe prokurori në dorë. Tani ti po thua që referenca e vën në dilemë gjyqtari. Okej, mirë. Po, se cili ka lidhje me Spakun? Jo, Spaku s'është dilemë. Sepse dëgjoj, sepse çdo gjyqtar. Ore Spaku ka dilemë sot? Jo. Pra rregull, ka aq dëshën. Po mi pra akuzën e përfaqëson Spaku se përfaqëson gjykata. Po vend punën edhe gjykata ose rregull, ne po flasim për atë që është për funksionin. E ke sakt fare sepse ke logjikën juridike. Qëllimi funksional kush është? A është dekurajimi i Spakut? Po dakor, pra unë këtë isha dy. Tani po të them një dhe vazhdo me Marsidin. Gjithë kjo histori po bëhet, po ta kujtosh, Edi Rama doli direkt me kërkesën për ta çbërë atë Nenin 242 të kodit proceduror. Nuk e çbëri. Reagoi BE-ja. Po, duro këtu rri. Rri këtu mos u bësh satanik. Për të bërë të gjithë këtë lloj proceduraliteti, sepse ishte në lojë dhe kodi penal, unë ta shpjegova. Qeveria, Edi Rama, jo qeveria, po Edi Rama përpara 4 muaj, 5 muaj ka shkuar në Bruksel, sepse me i frikën se Brukseli zyrtar do t'ja kundërshtonte kodin ndryshimet në kodit penal dhe këto ndryshimet të kodit procedurës dhe kërkoi ekspert nga Brukseli zyrtar duke i paguar qeveria shqiptare, shteti shqiptar. I kërkoi ata dhe kjo ishte ideja. Tani, a e bët juve? Mos ma kundërshtoni sepse në fund ditës kjo është. Por dhe këtu kinse vuri si ekspert kryesor Drago Kosin, vllajën e Marta Kosit. Që edhe në qoftë se do kishte një problematik të caktuar, e kishte shumë kollaj ti thoshte asaj komisioneres së zgjerimit, ti thoshte vllai jote ka bërë. Tani se kalonte BE-ja mos të ti qëndronte Spaku. Tani nuk donin tani Spaku për të hetuar sot. Nuk kishte kohë që të priste të gjithë proceduralitetin e kësaj, se kjo do kohë, do 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj për tu bërë. Se do të kalojnë shumë mallka. Në zgjidhje.
Atë çfarë bëri? Fut në lojë Sadushin. Pse? Dhe e zgjidh gjithë këtë historinë e kodit procedurës, e zgjidh me një vendim unifikues. Dhe ti nuk ke nevojë fare as për 242-shin ta ndryshosh të kodit procedurës dhe as të ndryshosh kodin penal, sepse ty të mjafton, vazhdon akoma bën gënjarin kodin. 242 është pezullim nga detyra, por nuk është për të mas siguri e arrest më burrit. Pse gatrohesh tani? Pse gatrohesh me arrestin e bën? Vendimi unifikues i cili po të themi një tjetër për masën e madhe të njerëzve. Vendimi është një vendim shumë i mirë për të bërë. Onardi, në këtë masën e madhe goditje për SPAK. Është goditje për SPAK. Edhe një herë, vendimi i kolegjit e pezullon në 242 ka këtë më thuaj. Kujt kolegji? I vendimi që pritet marrë gjykata kolegjit bashkuar e pezullon në 242. Se kupton fare. Po jo më thuaj kaq më thuaj. Nuk bëhet pyetja kështu, pyetja është kështu. Vendimi unifikues prek masat e sigurimit personal. Po shumë le ti prek ato. Po pezullimi është tjetër gjë, nuk është arrest, pezullimi mo zotëri. Ora ti dëgjon valla, është problemi i madh me ty. Më falni të bëj pyetje troç. Një SPAK-u sot, nëse do të pezulloj një ministër që mendon që është i korruptuar, e pezullon? Jo. Pse? Do shkojnë gjykata bëj. Po gjykata njësoj do ta verifikoj më. Po jo, pra se ta shpjegova një herë, do të ngjosh prapë apo do të çfarë lidhje ka vendimi gjykatës kushtetuese me kolegjit penale më burrit. Unë kjo është i përpata shpjegova mo ti tani. Po të thash me vendimin që ka marrë gjykata kushtetuese, pavarësisht se është 4-4. Po. A e diti që ti ishte 5-3? Okej. Të merret për bazë vendimi i atyre që kanë qenë kundër, o zotri. Po në rregull, dakord, okej. Merret për bazë vendimi i Pakicës. Po prapë e kanë dorë, ajo që gjykata e kanë dorë dy persona, një prokuror i SPAK dhe një gjyqtar. Këtë po themi pra. Kanë dorë pezullimin e kryeministit. Ora pse e doni me patjetër të jepni të drejtë SPAK-ut ose prokurorit? Jo, a e kanë dorë shpytje. E ka dorë gjykata. Po pra, se vetëm kështu do të mund të jap një vend pezullim prokuror, këtë kaq është. Kjo ishte pretendimi i Ramës. Mekanizmi nuk është dëmtuar më Leonard tani. Oreti se nuk ka ai bën kot. Jo, mekanizmi s'është dëmtuar tani kot në rastin konkret. Më dëgjoj atë. Bëni dy dopjo. Bëni dopjo të dy. Po stelion vetëm çka. Le, se ja fusin kot. Juve e bëni eskizmën e argumentit sikur aty te SPAK-u dhe te GKK-ja kanë dy njerëz të rrjedhur nga truta kohës që duan të futin kryeministin dorë. Jo, unë di formulën. Ore mekanizmi them, ka bllokuar mekanizmi apo jo? Rrjedhin ata kur vjen. Pastaj me vlera vullneti të gjithë rrjedhin. Domethënë seriozisht e ke këtë ti? Jo, unë them seriozisht. Ka një formulë sot juridike për të pezulluar kryeministin apo jo? Do dëgjosh apo jo? Po. E njëjta se nuk e kemi shpiknin në 242. E ka gjithë bota këtë. Dakor, po a ka? Po pse ç'ka kanë po që ka këtu në Shqipëri o burr? Se ju të xhirrin nga vetja. Pra nuk e bën. Paritem bëni kot. Nuk e bën po them. Ka një vendim, është një gjyqtar aty që nuk rrjedh nga trutë kokë, thotë do ta arrestoj se kam qefun. Jo të arrestojmë o zotri edhe një, po mos u ngatrojmë arrestin me pezullimin. Po unë po ta them ty. Po pse e bëri ai pari? Po pse e bëri ai? Unë neka me juve më të budallë fare. Ai që e pezulloi Ballazun kishte rrjedhur ai. Vendimi i gjykatës kushtetuese 4-4. Si se marrun, e merr dhe Marsidi. Marsidi merr këtë kaçë këte, unë marr këtë kaçë këte. Është një gjyqtar që vendos. Po mirë, më dakord. Po supozojmë mirë lere kryeministrin. Vetëm një kërkesë tjetër në ministër. Ka drejt, po politikisht nuk. Po jo më një sekond. Jo, të ashtroj pyetjen unë. Vajti kërkesa për një ministër tjetër. Vajti tek ai gjyqtari i rrjedhur. Dhe ai e pezulloi. Ka shkelur ligjin ky? Kaq. Kaq pra. Nuk të t'ja përgjigj. Po pse shkon? Por edhe një herë. Po përderisa shkon në gjykat, pra janë në dorë të dy vendimet. Edhe në rastin e Ballukut mund mos e pezullonte gjyqtari kush e bëri. Çela ishte apo jo? Nuk e mbaj. Po thoshte s'ka arsye për të pezulluar dhe kaq. Pra derisa shkon në gjykat, janë të mundshme të dy vendimet. Këto po mundohem të them. Pra SPAK-u sot mund të shkojë prap në gjykat për një ministër X tjetër. Po ndryshimi të shpjegova. Jo ty, po aty se ti s'do ta kuptosh. Ti s'ka shanse ta kuptosh. Ndryshimi për ata është se tani ke një vendim të arsyetuar të gjykatës kushtetuese që lidhet fiks me pezullimin. Dhe kur një gjyqtar i GKK-s, në rastin konkret, do hyshtet për të dhënë një vendim, do marrë për bazë këtë vendim e gjykatës kushtetuese. Po pse çfarë thotë që nuk pezullohet thotë vendimi i gjykatës? Katër thonë që nuk pezullohet. Po ai do të dëgjojë katër thonë që pezullohet. Po do të dëgjojë ata katër që thonë që pezullohet. Po se di ti mor. Po mirë pra pse pa gjykon? Këtë po them. Pse pa gjykon më thotë. Atë dalim te debati që mekanizmi nuk është bllokuar zotri. Ti thua nuk është i çmendur gjyqtari. Cila është ideja jote më zotri? Ideja ime është që sot kemi shumë pa qartë. Jo më jo, sot
ndryshe nga ty, unë mendoj që SPAK-u e ka në dorë zotërit pastroj politikën nëse do. Nëse s'do, pastaj okay, kaq, pastaj çfarë bëjmë ne? Se SPAK-u është vetëm për politikën? Po vetëm për politikën. Po ne po flasim për politikën këtu. S'është për vetëm për politikën. Ore një sekond, zotëri. Shqipëri jam dakord. Çfarë do pas SPAK-u? SPAK-u është që të pastroj politikën. Po për këto pastrimi është fjala. Që ta kuptojmë se kjo është politika, më zotëri, për politika korruptuar. Ai çan hallin e ministrave të Ramës. Ne kanë bërë korrupsionin. Po dalë sekondë. Ne kanë bërë. Ne kanë bërë korrupsionin. Po çfarë si? E kanë bërë me disa drejtues medias dhe me disa drejtues biznesesh. Po si futesh vetëm një politikan futet biznes. Edhe një herë Marsi. Vetëm një politikan futet brenda. Sikur ke një. Ore, më fale, di bashkëpunimin çfarë është? Ore, ke bashkëpunimin, le të shkojmë atë që bën bashkëpunim. Po më monet tani. O Marsit, a ka të drejtë? Më fal zotri, meqense doni pastrimin se kemi folur në emisionin tënd disa herë, na e kanë marrë dhe kudo. Kemi folur për pastrimin e elitës të demokracisë kristiane, për Tangentopolin, skandalin e madh. Po, si u pastrua politika? Disa biznesmen kanë vajtur bashkë me politikanë dhe zyrtarët e lartë. Jam dakord për këtë strategji. Po prandaj them. Nuk kemi familje kanë falimentuar. Tani fal. E dini ekzistencën e një lozhe masonike që quhej P2-shi, ku ishin të treja, ishin katra botët. Biznes, krim, politik. Po ku është përgjegjësia këtu? A është e SPAK-ut? A është e SPAK-ut të përgjegjësia? Do pastrojnë politikanët, si pastrojnë politikanë? Ore më fal. Se është tezë kjo, nuk është vetëm një fal. Nuk është vetëm një strukturë në Shqipëri, sa janë? Se nuk pastrojnë politikanë pa u pastruar disa media dhe disa biznesmenë. Po në rregull, dakord jam, po s'është vetëm shiko, sa politikanë. Duhen bashkë me këta. O Marsi, sa politikanë janë jashtë karrierës politike sot për shkak të SPAK-ut? Shumë pak, në krahasim ata që realisht do të jenë. Po e numëroj. Po janë sa duash janë. S'bën 5. Po prit mos e s'ka mbaruar. Çfarë thua ti 2 vite dhe mbaroi filmi i tyre, 2 vite. Edhe një herë avash pra një sekond, se ke me që po të fus tek grupi opozitar, ke gjithë kuponën e opozitës që del jashtë nga SPAK-u, apo jo? Ke Berishën, ke Metën, ke Mediun. Berisha që del nga mjesi deri në darkë. Po është tjetër gjë, këto janë pastaj punë tuaja si avokat. Po çka ke bërë? Leonard, a është kaq e thjesht oligarkët që la Berisha i trashëgoi Rama? Të gjithë më? Të gjithë media që shërbenin Berishës, po i shërben Ramës? Të gjithë pa pret. Atëherë ky është pushteti politik zotëri. Në rregull, më dakord me ty. Ne jemi vetëm me dy kjo, dakord, po ne po diskutojmë për tjetër gjë. Këtë se si duhet bërë pastrimi. Po jo si duhet bërë, do pastrojnë gjithë strukturat. Pra, do flasim tamam. Tjetër gjë pastaj. Ne po flasim. Ti si të kapet ai që ekzekuton, themi po ka vrasë u zbardh krimi. Ne me datorin, me financuesin. Më fal një sekond. Bashkëpunimi është madh. Një sekond pra, se ti tani këtu sot nëse Zoja Balluku është jashtë ekzekutivit, kjo është vetëm fal SPAK-ut. Ne jemi dakord me këtë? Ti do thuash po ka disa ministra është e fortë është politikisht është e pa gjërat nuk ecin kështu siç me një trënd lapsit. Çfarë thua më se ti ke ministra të hiç kanaçi që thonë nuk firmos gjë pa më thënë Belinda tash po le. Dakord, këtë ata flas me tash e themi flas me fakt. Ajo iku nga vendimi i SPAK-ut, nuk iku nga dëshira, as nga dëshira e ministrit. Ti ke kryetarin e bashkisë në Burg akoma dhe nuk ka pas zgjedhje. Shtyhen, bën vetë procedurale Rama. Bashkia më e madhe, kryeqyteti i vendit është pa kryetar. Komandon një njeri që është kryeminist. 80% e mediave thonë do dalë. Pse thua për një sekond tani? Ja ku ke treguesin. Ti the bashkia e kryeqytetit, po ti ke bashkinë e Rrogozhinës, që e ke në Burg tjetri me vendim të formës prerë, me vendim të formës së prerë, dhe çudita e herën e kaluar se bëri prap, është nga data 9 shkurtë vëlla. Po. Po kjo është përgjegjësia këtu. Nga ajo është jo kujt është përgjegjësia këtu? Totalisht është Ramos 45. E kujt është Marimja? E presidenti mos ai e shpall datën. Spyet partitë presidenti. Po patjetër. Po edhe një herë. E ki thot Bejrami. Bejrami është në gjumë valla, s'u kemë Bejrami. Ka si emri zotri, ka si institucioni. Kështu kuptoj që doli kod nami Lulit. Bejrami në gjumë valla. E kupton se për çfarë po flasin? Ne po flasim për një sistem i cili kontrollohet nga një person, para sa është kontrollohet. Dhe unë bëra këtë për Bashkinë e Tiranës. Por e ti në Rrogozhinë duhet ishin bërë zgjedhje to zotri. Nga 9 shkurti duhet kishin kaluar 45 ditë, kaq sot ligji. Po, avokat. Kanë kaluar vëlla. Neve po analizojmë disa akte që ti përmendën në fillim bisedës. Jonait Mëzyri, Olgert Meminaj, ky Sokol Sadushi, ndërkohë nga ana tjetër, pra nëse këto janë ato që janë, nga ana tjetër lind pyetja për sa i përket Neni 242 për cilin pati vrejtjet më dhanë. Nga ana tjetër ke Gjingjoni, Marian Dojën që i ke politikë. Ata që kanë qenë dikur të këtyre i morën i vëlluj katapultuan atje, ata që janë këtyre tjerëve ose suporton ose janë atje. Ideja pra politika e komandon. Dorë ende këtë po them, ai ka
apo ja shkulin dhëmbët pagut në mënyrë që ai të jeti pafuqishëm, kafshoj, i vetmi selektor i pavarësisë edhe nxitës janë përfaqësuit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që e nxisin. Ambasadat. A të një gjë unë. Po që e garantojnë ambasadat, do ta lejojnë ambasadat që ja të ta shpjegoj këtë. Vetëm e dëgjoj po mos më ndërprit këtu. Dhe bile do ta jap lajm këtë, që ta kesh për qef. Këtë po. Javën e shkuar ka pasur një kërkesë, unë me sytë e mi nuk e kam parë, po a mendsoj dhe isha nuk është kështu si, domethënë nuk është se më çoj në gjyq për këtë punë. Po të them, ka pasur një kërkesë nga Sokol Çomo dhe Ina Rama, dy antar të Komisionit Vetingut, të apelit Vetingut, të cilët i kanë bërë kërkesë KLG-s dhe KLP-s të apelit që të mos emërojnë në gjykatën e apelit dhe në prokurorinë e apelit të Tiranës, në apelit përgjithshëm, sa aty vetëm një apel kemi neve, prokuror dhe gjyqtar të rinj, sepse dohet të na mbani vendet bosh neve që do vijmë në 2027 dhe në 2028. E di çfarë skandali është ky? Pra aty, në gjykatën e apelit, duhet të jenë diku 80 gjyqtar. Më dëgjoj me kujdes. Sot është gjysma. Dhe ngrihen këta vemjet, i them unë, se këta janë vemjet që kanë shkatërruar sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Edhe blokojnë emërimet. Dhe blokojnë emërimet në gjykatën e apelit si që si blokojnë me dokument? Me kërkesë, me kërkesë, tash vetëm me kërkesë. Kush i ka për detyrë? KLG dhe KLP. Apo atëherë është përgjegjësia e KLG-s dhe KLP-s. Sigurisht, ata dy dalë. Kjo është ne kemi një qeveri të drejtësisë, pra KLP dhe KLG-s, që është për të kapur kokën me dorë already. Sepse nuk mundesh ti. Dallimi mes meje dhe ti, në arrit i thuaj Karama dhe për këtë përgjegjësi. Unë them që ka KLG-ja valla. Po nëse është aty në detyrë për të marrë atë. Kupton se për çfarë po flasim. Ta nuk mjaftohen me faktin, domethënë që ata që kanë qenë letimi antar vetus, ata që kanë marrë me vetingun, ishin persona që s'duhet të ishin më red aty. Pse s'duhet të ishin? Sepse nuk ishin magjistrat. Sepse ishin njerëzit e drejtësisë me mesatarën më të ulët të mundshëm. Ore, si mundet të më bëj veting mua një person që ka pasur mesatarën në juridik 5 ose 6 ose 7? Ti ngrihet sot Valbona Saxhaktari që ka hequr me dhjetra prokuror dhe gjyqtar me veting dhe thot unë duhet jem gjyqtare e gjykatës lartë. E ka bërë kërkesa orale. Në ndërkohë që ka hetim penal ndaj asaj dhe në ndërkohë nuk ka marruar magjistraturë dhe në ndërkohë e ka mesatarën 7. Kjo zonjë do të kërkoj të shkoj aty. Ina Rama, Sokol Çomo, të gjithë me radhë. Këta nënçja e parë e Spakut. Nënçja e parë e Spakut. Duan si që gjykata e apelit t'i mbaj vendet bosh që ata të shkojnë aty të rikthehen si gjyqtar, si prokuror të apelit. Pa harruar pastaj ret, që po të shkosh për shkak të për mënyrës se si u bë harta. Se pas 2 vjetësh do ketë më emërime që mbajnë radhën ata. Po, hajde me revesh, pra. Duket sikur është... Hajde me revesh, tani. Tani, për shkak të hartës si bërë në havrën drejtësisë, ti po të shkosh sot të gjykata e apelit, le që njerë nuk kanë dhënë kutulen, s'ka sala, mamo, nuk ka zyra. Sepse këta shpikësit e reformës në drejtësi, dhe të kësaj hartës territoriale, nuk e morën parasysh faktin që ajo gjykata e apelit, ajo si ndërtesë mund të pranoj 40 ose 30 gjyqtar, jo 80 sa ç'është organika. E kupton se në çfarë drejtësie e kanë çuar sistemin e drejtësisë? Por folim edhe për sistemin e drejtësisë, kur të duash këtu jemi, po puna tani është. Do të mbledhemi në ditë që të flasim realisht i lidhen fjetë e pushtetit, se dhe një unë do të them diçka avokatit se ka thënë në këtë studio. Se nuk e dëgjova. Atin Dumani ishte, por Klodian Brahu tha, do bëjnë amin. Do jetë kam thënë dhe ta them prapë, do jetë më mirë se sa unë kam thënë këtë. Unë kam thënë këtë, dëgjoje. Po. Kam thënë këtë dhe do them prapë. Do jetë më mirë se sa Altin Dumani. Ka që ditë të temu. Do jetë më mirë. Dhe jo më keq se sa Arben Kraja. Ta shohim. Ta shohim. Marsil, si e shikon deri tani? Në raport me premtimin publik që ka bërë, pra që ne do avancojmë deri tek konfiskimi dhe sekuestrimi pasurive, vetëm te dëshkimi, deri tash kemi parë rezultat. Uroj që parashikimi në ardhje të jetë real dhe i vërtetë, se të bëri punën më mirë se Altin Dumani, do të thotë që do të cënohen dhe parat. 3 muaj ka aty. Dakor. Po mirë, dakor. Po as 3 ditë nuk është se ka. 3 muaj s'kan pak. Dakor, më thoko 3 muaj. Ajo, dakor. Ajo që un kam, çështja gjyqi. Ajo që un kam që për thënë është kjo, gjithmonë një eksponent
i krimit organizuar ose i zyrtarit lartë të korruptuar, nga precedentet penal që janë folur psikologjikisht nga ish avokati, psikologë e tjerë, kanë një deal që bëjnë me veten. Ose do sakrifikoj lirinë për parat, ose do sakrifikoj parat për lirinë. Dhe mendoj që realisht pentitot, dëshmitë reale se çfarë ka ndodhur do fillojnë kur dikujt i synohet dhe liria dhe parat. Atë do shikosh do të thotë ti je i penduar. Sot s'ke para si pendes. Edhe ato deklaratat që bën Arben Ahmeti nga Ratia janë më shumë kështu shashka për të marrë llokmën e vet. Nuk është se janë realisht publikime ose denoncime. Denoncimi real, po ti në kuadër të interesit nuk fillon kur ti përjashtohesh nga enturazhi. Fillon që në momentin që e ve re padrejtësinë kur je brenda enturazhit. Ka pasur një shprehje dikur një nga disidentët në sistemit komunist, thoshte ti je armik nga parimi apo nga halli. Dhe i thoshte nga parimi janë ata që kur ishin mirë flisin kundër sistemit. Nga halli ishin gjithë ata që kur binin burg flisin nga mëngjesi deri në darkë kundër sistemit. Denis, si e shikon? Pas 90-s nga halli dolën gjithë nga section në kohën e regjimit s'kemi parë ndonjërin që ta kundërshtoj regjimin. Spaku, Denis? Për çfarë Spaku? Shiko, unë duke qenë në Shqipëri, syt janë të Spaku. Debati me dy kolegët është kjo, jo se gjërat nuk qëndrojnë, po dyshimi im është ky që unë mendoj që ty kur të çdo një post i rëndësishëm, çfarëdo qoftë, ti nuk ke vetëm benefitet që merr influencën ndikimin politike, paratë të gjitha, por duhet bësh dhe detyrën. Dhe detyra çfarë është? Është e thjeshtë, zbatosh ligjin. Nëse ligji ta thotë që ti duhet të shpallësh datën e zgjedhjeve, kreu i shtetit, pa përmendur emër, duhet të shpall datën e zgjedhjeve, s'ka pse pyet ata as Ramën as Berishën. Tani ti do qeshesh, po ky përgjigje për avokatin. Po pra, jo edhe për Marsin, edhe në rastin e Spakut. Spaku tani për këtë punë është ti çoj deri në fund, përderisa nuk po e bën dhe këtu vetë Spaku ka një problem sot, kuptimin e rrethanave. Nuk është më ajo, le të themi, atmosfera ndërkombëtare favorizuese për Spakun. S'është fare thuj. S'është pra. S'është fare. Po nuk është pra, se Amerika nuk është fare këtu njëherë, e para punës. Po spati asnjë reagim të vetme të gjërat e forta, prandaj them unë si Altin Dumani s'ka për të ardhur më prokuror në Shqipëri për mirë. Për keq. Sepse ai bëri goditje shumë të forta dhe se kishte edhe krime, se kishte. Po ato gjykoj ti, unë gjykoj nga unë shikoj si jurist, ti shive si ti avokati dhe shef edhe si mbrojtje të akuzuarve. Je vetëm më dakord, je brenda logjikës. Ti njerëz sa mund të thuash deri Hitleri, je brenda logjikës. Që është burrimiri i Hitlerit. Unë po e shoh. Sa konstatuan që ishte kriminal. Unë po e shoh nga perceptimi i publikut. Për publikun, Altin Dumani është prokurori më i mirë sot i Spakut. Jo, Flamur Noga mund të thotë të kundërt. Ai publik. Flamuri do të thotë kundër sepse ai nuk është publik, ai është politikan. Ne po flasim për njerëzit e zakonshëm. Këtu nuk është më redi klima pavarësisht se kur u zgjodh Klodian Brau u vajti një tabor ambasadorësh të Bashkimit Evropian që nuk i kuptova çfarë donin njerëz, sepse Bashkimi Evropian vazhdon të jep forca më fragjile në të gjitha krizat ndërkombëtare. Tani këtu, imagjino këtu tani e zgjodhën dhe ne kujtuam tani e mori në dorë BE-ja Spakun. Me gjithë ata ambasadorë vajte 20 cop aty dhe ndërkohë asnjëri s'është në gjendje që edhe ta detyroj prokurorin të vazhdoj përpara ose ta imponoj, se ky është termi i dur. Kurse ambasadori amerikan, zyrtari amerikan ta vën në tavolinë o bëhet o s'bëhet. Kjo gjë për fatin e keq të Spakut nuk është më. Dhe kjo është hapësira që dy politikanë të mëdhenj do mundohen dhe do luajnë në interesin e tyre dhe këtu në një farë mënyrë unë shoh që politika do fitoj betejën me Spakun. Për mendimin tim, jo do fitoj, po në një farë mënyrë do ta ngadalsoj hovin që kishte Spaku në 3 vjeçarin e Altin Dumanit. Denis, falenderoj, mërësit, avokat, kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.